L'accord de Paris pour le climat est accepté. Të shtunën më 12 dhjetor u nënshkrua marrëveshja e Parisit për ndryshimet klimatike. Një marrëveshje që u deshën më shumë se 2 dekada përpjekje nga vendet të cilat duhet të bënin llogarit me mjedisin që do i linin trashëgim fëmijëve dhe ekonominë që duhet të siguronte stabilitet dhe mirëqenie. Marrëveshja e Parisit u prit me fest në momentin e ratifikimit të saj dhe pritet gjithë kuriozitet dhe shpresë për të zbatuar. Ajo përbëhet nga 31 faqe ku ka ndryshime radikale për mënyrën e funksionimit të ekonomive të vendeve. Kjo marrëveshje synon të limitojë ndryshimet e klimës në të ardhmen dhe përfshin një projekt afatgjat për të ulur emetimet e ndotive në zero. Gjithashtu, ajo parashikon daljen e rritjes së temperaturës mesatare globale në nivelin e 1.5 gradë Celsius, temperaturë mbi të cilën parashikohej edhe zhdukja e disa qyteteve kryesore në botë. Nga Parisi, kjo marrëveshje i kërkoi çdo vendi të menaxhojë impaktin e ndryshimit të klimës. Ana tjetër, më e vështirë, ajo e financimit, e ka gjetur një zgjidhje. $100 miliard çdo vit që ishin parashikuar deri në vitin 2020 do të zgjatet edhe me 5 vite të tjera, deri më 2025-ën, dhe pas këtij viti do të bëhet një rivlerësim për sa i takon kostove. Marrëveshja do të jetë shumë e vështirë për të zbatuar. Kjo sepse ka ndikim direkt në ekonominë e disa vendeve që përdorin lëndë djegëse fosile. Këto vende duhet të ndërgjegjësohen për rreziqe që kanosen, bizneset dhe politika qeveritare duhet të rishikohen. Nga ana tjetër, kjo marrëveshje përveç ambientalistëve ka edhe një sektor tjetër që bën të lumtur, kompani që përdorin energjinë rinovueshme për punën e tyre. Parashikohet të rriten fitimet disa herë. Për sa i përket Shqipërisë, marrëveshja është pozitive duke parë nivelin e lartë të ndotjes në disa qytete që është përtej limiteve të jetueshme, sidomos në Tiranë dhe Elbasan, por edhe në zonat të tjera industriale. U deshën rreth 2 dekada, 200 vende për të negociuar, rreth 2 javë punive në atë që u konsiderua më pas si marrëveshje historike e Parisit për ndryshimet klimatike. Çfarë ka ndodhur realisht me botën, me ndryshimet që ka psuar klima, por edhe me rrezikun që paraqet ajo. Do ta nis me një shprehje të sekretarit përgjithshëm të Organizatës Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon, i cili thotë se ndryshimet klimatike nuk duan t'ia dinë për kufi, nuk duan t'ia dinë nëse je vend i pasur apo i varfër, nëse je i vogël apo i madh. Për rrjedhoj, ato na përkasin të gjithëve, janë ndryshime globale dhe kërkojnë një solidaritet gjithashtu global. Po ku është Shqipëria në këtë raport? Për këtë do të flasim sonte, një temë që mund të duket paksa specifike dhe jo shumë në ato problemet e ditshme që kanë qytetarët e këtij vendi, por janë të rëndësishme kur flitet për impaktin që ka ndryshimet klimatike tek cilësia e jetesës gjithë secilit. Më lejoni të prezantoj panelin me cilin do diskutoj sot. Kam të ftuar zotin Gjergj Simaku, drejtor për energjinë rinovueshme në Ministrinë e Energjisë. Faleminderit që ndodhesh këtu dhe ekspert i energjisë rinovueshme. Xhemal Mato, ambientalist dhe drejtori i grupimit Ekoluvizje. Faleminderit. Është zoti Pullum Babeshi, drejtori i përgjithshëm i politikave në Ministrinë e Mjedisit. Gjithashtu merret me këtë çështje. Kam gjithashtu të ftuar zotin Mihallaj Qirio, drejtor për Shqipërinë i Qendrës Rajonale të Mjedisit. Faleminderit që ndodhesh këtu. Ben Andoni, gazetar, zëvendëskryetar i Java News, që është marrë edhe me çështjet e mjedisit, sepse ishte për surprizë timen. Ben, që t'ja u themi qytetarëve shqiptar, shkurtimisht. Ka rëndësi për shqiptarët kjo marrëveshje? Sigurisht që ka. Paçka se Shqipëria nuk është, të themi, një nga kontribuesit kryesor i cili shkakton efektin serë dhe për të cilin u bë gjithë ky samit i madh dhe bota është gjithmonë më shumë e angazhuar, por gjithsesi Shqipëria me angazhimin e saj tregon që po futet në rrjedhën e vendeve normale, të themi. Dhe ka zhvillime shumë të mira, sidomos në Ministrinë e Mjedisit dhe Ministrinë e Energjisë, të cilat e plotësojnë angazhimin e Shqipërisë. Efekti është që për hir të vërtetës Shqipëria në vitet e fundit po përballet me ndryshimet klimatike. Ne i kemi përballë përmbytjet, ne kemi përballë marrjen e tokës nga deti gjithmonë më shumë dhe efekte të tjera. Ndaj neve jemi pjesë e ndryshimeve klimatike dhe e kuptoj. Xhemal, edhe në si njohësi mirë i ambientit edhe i shqetësimeve që lidhen me të. Ata që po na ndjekin në këtë moment, si ta kuptojnë këtë marrëveshje, çfarë rëndësie ka dhe çfarë impakti e kanë parë këtë ndryshimin global të klimës për cilën e flasin? Natyrisht ndryshimin e kanë ndjerë të gjithë në tërë botën, edhe ndaj u bë edhe një problem kaq i madh edhe u bashkua tërë bota,
sepse deri para disa vitesh edhe kishte dyshime, jo vinë nga ndryshimi i CO2-shit apo jo e tjera, por tashmë bota ka ndryshuar shumë dhe ndikimi i ndryshimeve klimatike është i dukshëm tek çdo njeri, tek çdo vend, tek çdo kontinent. Pra, të gjitha këto kanë bërë që tashmë kjo globi jon ka filluar të ndryshojë shumë dhe duhet marrë masa dhe s'është kollaj që ta kthesh këtë sahat kaq të madh në atë që ka qenë para viteve të zhvillimit industrial. Dhe ky takim i madh që ishte një takim, si thua, diplomatik i rangut më të lartë, që të merreshin vesh të gjitha këto shtete, që zakonisht është shumë e vështirë të merren vesh. Pas gjithë këtyre takimeve u arrit në një marrëveshje vërtet shumë të suksesshme, ndonse është tamam në fillim, por prap edhe për vendin ton, si një vend që jemi në një kontinent dhe në ndikimin e ndryshimit klimatik e kemi ndjerë, qoftë me përmbytje, siç u përmendën, edhe me shumë gjëra të tjera. Natyrisht që edhe për ne është një gjë shumë e rëndësishme marrëveshja botërore, por dhe angazhimi jon. Po a jemi gati që ta respektojmë të marrëveshje, zoti Simaku? Absolutisht jemi gati, për arsye sepse ne kemi disa avantazhe. Avantazhi kryesor që kemi është se prodhimi i energjisë në vend është thuajse me energji të rinovueshme, pra bazuar mbi hidrocentrale. Dhe ne këtë strategji akoma po vazhdojmë. Ne po vazhdojmë dhe në strategjinë e energjisë të flasim për reduktimin e konsumit të energjisë në përgjithësi, duke nënkuptuar këtu dhe konsumin, më pak konsum të dioksidit karbonit. Gjithashtu kemi sfida përpara, të cilat edhe gjithë bota i ka të vështira, siç janë sfida e transportit, e djegjes së naftës në qytetet tona, me makina të jashtë eficiencës së tyre të energjisë, dhe që po merren masa drastike, mendoj unë, që edhe kjo pjesë të reduktohet, ose një pjesë e konsumit të karburanteve të kthehet në biokarburante, në mënyrë që të ndosë sa më pak mjedisin. Po merren në botë këto masa, se në Shqipëri nuk besoj se janë të numra. Po, ju do dini, në Ballkan Shqipëria është prodhuesi më i madh i biokarburanteve. Kështu që ne jemi lider në Ballkan për këtë çështje. I prodhojmë apo dhe i konsumojmë këto? Ne i prodhojmë dhe i konsumojmë. Tani po përgatitet edhe një ligj për ta kontrolluar ose për ta raportuar konsumin e tyre. Është një target që tregon se 10% e volumit të karburanteve në gjithë Shqipërinë për qëllime transporti do të jetë bio. Kështu që me atë ligj ne synojmë që të lëvizim edhe bujqësinë shqiptare për të prodhuar lëndë të djegshme të rinovueshme, që do të përzihen pastaj me karburantin e naftës dhe gazit, naftës dhe benzinës, të cilat do të bëjnë të mundur reduktimin. Ky është targeti botëror në fakt. E kuptoj, para se të pyes në fakt kolegët e tjerë dhe fushat që ata mbulojnë, që t'ja u shpjegojmë atyre që po na ndjekin. Kjo energjia rinovueshme është më e mira, reklamohet si më e pastra, e mundshme, dhe në fakt drejt asaj po përpiqen të shkojnë në vende të tjera që kanë industri më të zhvilluar dhe më të rëndë se kjo jona. Çfarë do të thotë energjia rinovueshme? Energjia rinovueshme në radh parë do të thotë energji me preardhje jo fosile. Energjitë me preardhje fosile, siç janë nafta, gazi, qymyri, janë energji të cilat gjatë djegjes së tyre për të kryer një proces të transformimit energjetik, ato krijojnë dioksidin e karbonit dhe NOx-et e famshme, të cilat mbeten dhe krijojnë efektin serë. Ky efekt serë ka krijuar dhe rritjen e temperaturës së tokës, duke krijuar rre të tilla të cilat nuk lejojnë që toka të kryejë atë biodiversitetin e vet dhe ajri të lëviz me kushte të caktuara. Pra, unë dua të them që efekti serë është një efekt i cili këto gaze rrin pezun në atmosferë dhe ngrejnë shumë temperaturën e tokës. Pikërisht ky efekt duhet larguar duke i reduktuar sa më shumë këto gaze që rrin pezun në atmosferë. Dhe këto gaze vijnë kryesisht nga djegjet e ndryshme të fosileve, ndërsa energjia rinovueshme ka të bëjë me lëndë të tjera të cilat nuk janë fosile. Nuk prodhojnë CO2 gjatë procesit të transformimit të tyre. E tillë është për shembull energjia elektrike që vjen nga forca e turbinës në hidrocentral. Uji përsëri kalon në atë lumë, mbasi kryhet cikli i avullimit dhe kthimit në një lumë,
Dhe kështu kjo është e vazhdueshme dhe e rinovueshme në këtë kuptim. Energjia me erë, besoj mullim me erë. Energjia e diellit është po kështu e rinovueshme, është e pashtershme, është e përjetshme. Dhe në këtë kuptim, prodhimi i energjisë me këto metoda bën që të mos prodhohet karbon për efektin serë. Mjellaj, do doja të ndalesha pak me ty. Realisht Shqipëria ku ndodhet në respekt me këtë marrëveshje, po edhe me impaktin që ka pasur ndryshimet klimatike në vend? Shqipëria është një vend i vogël, të thoja unë, dhe në kuadër të marrëveshjeve ndërkombëtare për klimën i takon grupit të vendeve që nuk kanë detyrime për të zvogëluar shkarkimet serë. Dhe në këtë kuadër unë do të thoja që i takon atyre grup vendeve që më shumë do të ndihmojnë procesin se sa do të jenë vendimarrëse në uljen e nivelit të shkarkimeve. Sigurisht vendi jonë prodhon një pjesë të mirë të energjisë nga burimet hidrike, megjithëse ne një pjesë të energjisë që konsumojmë e kemi të importuar. Pra, nuk do të thoja që e gjithë energjia që ne konsumojmë është e pastër, sepse një pjesë e saj vjen nga importi, nga burimet të cilat mund të jenë burime që prodhojnë energjinë nga lëndë fosile. Megjithatë, në vitet e fundit, në këto 25 vjet, dëmtimi që ne kemi pasur përpyet, ndryshimi i strukturës së tokës apo mos trajtimi i mbetjeve, na ka bërë ne kontribues të gazeve serë, në një masë jo të vogël, nuk po e krahasoj me vendet e mëdha të industrializuara të botës, po e krahasoj me atë lloj kontributi që vendi jon e ka si potencial për ta zvogëluar. Në Paris, Shqipëria shkoi me një dokument i cili paraqet objektivin e vendit për të zvogëluar gazet serë deri në vitin 2030 me 11.8% të tyre, që ky është detyrimi që Shqipëria ka ndërmarrë krahas vendeve të tjera, ku ne synojmë të ulim këtë shkarkim përmes jo vetëm përdorimit të më shumë energjive të rinovueshme, po edhe përmes përmirësimit të mbulesës pyjore të vendit, pra të shtimit të pyjeve, përmes përmirësimit të eficiencës energjisë, pra të harxojmë më pak energji e kështu me radhë. Unë do të mendoja se Shqipëria është në fillesat e saj për të kuptuar kontributin që mund të japi në çështjet e klimës, nuk do të minimizoja kontributin që ne japim, pavarësisht se jemi një vend i vogël, për shkak se çdo kush duhet të ketë pjesën e tij. Kur thua kontributin, e ke fjalën për ndotjen e mundshme që mund të prodhojmë apo? Jo vetëm për ndotjen, se të kontribosh me ndotjen është një gjë, po të mos kontribosh duke mbjellë më shumë sipërfaqe të gjelbërta, duke përpunuar më mirë apo duke mos prodhuar mbeturinë është gjithashtu një kontribut i tërthort. Mirë, se do ndalem pak tek ai kontribut që ne japim. Zotja Beshi, në çfarë gjendje jemi aktualisht për sa i takon ndryshimet klimatike dhe impaktit që kanë ato në Shqipëri? Në aspektin institucional dhe në aspektin e politikave që zbatohen në fushën e ndryshimeve klimatike, natyrisht Shqipëria është në një proces si pjesë e marrëveshjes që ka qeveria shqiptare në kuadër të stabilizimit asociativ dhe të antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, kështu që të gjitha iniciativat e ndërmarra që janë në përputhje të plotë me politikat e Bashkimit Evropian dhe direktivat e Bashkimit Evropian, po ashtu Shqipëria është palë e Konventit së Kombeve Bashkuara për ndryshimin klimatik dhe si qendrit palë ka detyrimin që të përmbush gjitha vendimet, marrëveshjet që bëhen në kuadër të kësaj konvente, po natyrisht Shqipëria është një vend që ka marrëveshje bilaterale, regionale dhe në kuadër dhe të këtyre marrëveshjeve padyshim që ka marrë një sër angazhimesh. Gjithsesi do të them që jemi në këtë fazë që jemi, Shqipëria ka një pastyr ose ka një panoramë të qartë të problematikës që ekziston në fushën e ndryshimeve klimatike. Kush janë sektorët që kontribuojnë më shumë në aspektin e emetimit të gazeve serë, kush janë pasojat. Natyrisht ne jemi duke vlerësuar edhe pasojat që rrjedhin nga këto ndryshime klimatike. Shqipëria është një vend që është vitet e fundit, sidomos ka qenë në efektin e rishqirave të dëndurave, përmbytjeve, jo më larg viti ishte një vit i shumë problematik në këtë aspekt dhe pasojat e dëmet e shkaktuara nga këto të vlerësuara dhe nëpërmjet ekspertizës ndërkombëtare dhe të ekspertëve shqiptar kalojnë mbi 150-200 milion euro dëmet e shkaktuara vetëm të këtij viti. Kështu që në të gjitha këto aspekte ne kemi një panoramë të qartë dhe natyrisht nisur dhe nga përvoja vendeve të tjera, tani
nuk ngelet shumë për të menduar se çfarë duhet bërë, por vetë marrëveshja e Parisit përcakton dhe hapat që duhet ndjekin vendet në përmbushje të kësaj marrëveshje. Mirë, se e tham pak, Xhemali, e përmendëm përmbytjet si fenomen. Ndodhen vetëm për shkak të ndryshimeve klimatike apo dhe probleme tjera që kemi pasur ne me kolektorët dhe me mospastrimin e tyre, shumë efekte tjera? Unë shpesh e kam përmendur, është një shembull që jepet shpesh. Ndryshimet klimatike ngjasojnë me një stuhi në një oqean ku vendet mund t'i krahasosh me anijet dhe ajo anije që është e përgatitur mirë natyrisht e përballon këtë stuhi. Ajo që është keq përdorur, e keq menaxhuar dhe që nuk pyet shumë për këtë stuhi, natyrisht që ajo do e psojë më keq. Kështu është edhe marrëdhënia midis një ndryshimi klimatik të një vendi dhe përgatitja e atij vendi ndaj përballimit të pasojave që mund të sjellë ndryshimi klimatik. Nëse një lum, për shembull, e shkatëron me shtratin e vet duke marrë rëre, duke gryer e tjera, atëherë ky lum natyrisht që nuk është më aq absorbues i rrëmbymit të përmbytjes, nuk ka atë shtrat aq të gjerë që të lehtësojë të amortizojnë çik përmbytjen dhe ai kthehet në një kanal i cili menjëherë mund të përshpejtojë përmbytjen, e bën shumë më të lehtë përmbytjen. Por nëse pret edhe pyet që janë rrotull lumejve edhe nëpër kodra, nëpër male, atëherë malet shkëmbor natyrisht përmirësojnë, si thua, në kuptimin e keq, kushtet për përmbytje. Menjëherë ujit kalon nga këta malet e zhveshur, kalon në lum, menjëherë lumi fryhet brenda disa orësh, sepse pikërisht këto fenomene vinë si rezultati një ndryshimi të motit. Moti tashmë nga ndryshimi klimatik global, moti tash përqendrohet në ditët ekstreme për shembull të shiut, që thuhet, ose ditët ekstreme të vapës, të nxehtit. Edhe në këto ditë ekstreme, këto kthehen në rrezikun më të madh të shoqërisë, sepse ato godasin shumë fort ato zona, ata njerëz, ato krahinat që nuk kanë qenë të përgatitura për të përballuar edhe këto lartësira të mëdha, ndryshime të mëdha, ekstreme të mëdha të përmbytjes, të vapës e të tjera. Dhe ndaj krahas aspektit që global që të gjithë duhet të kenë kontributet për të ulur CO2-shin, një aspekti tjetër është që të gjithë duhet të shohin sepse ky tren është nisur dhe nuk është se do ndalohet me këtë marrëveshje. Kjo ishte një marrëveshje që ka filluar problemi. Dhe të ndalosh trenin duhen një 30-40 vjet. Dhe diskutohet që pasojat e ndryshimit klimatik do të vazhdojnë edhe për disa dhjetra vite. Mund të zvoglohen me këto përmasa dhe me këtë marrëveshje që është marrë. Mund të frenohen, por që të arrijnë në vitet para 90-s apo në vitet para zhvillimit industrial, do të kërkohen jashtëzakonisht shumë kohë dhe shumë investime dhe ne duhet jemi të përgatitur për t'i përballuar këto. Mirë, Ben, mos rrezikojmë që të na gjykojnë teleshikuesit ç'është kjo temë luksi që po diskutoni sot? Jo, nuk e besoj, sepse njerëzit gjithmonë më shumë janë shumë të ekspozuar përballë problemeve që po nxjerrin ndryshimet klimatike. Është thjesht, mendoj, paneli i cili me edukatën dhe mënyrën se si parashtron problemin, duket sikur ne jemi jo larg, po sikur nuk na prek. Sikur nuk na prek, po eksakt, jemi relativisht mirë. E vërteta është që, sidomos tek pjesa e medias, problemin themelor, dhe ju e dini shumë mirë, që e gjithë skakjera shqiptare e merr problemi politik fillimisht, pastaj problemi ekonomik dhe diçka më pak problemi social. Dhe gjithmonë problemet mjedisore janë disi shumë të tejkaluar, periferike. Dhe këto për shembull, për mendimin tim i jep pak impuls, të themi, dhe deklarata që vetë Obama mbajti në Paris, që tha ky është vetëm fillimi, dhe të mendojmë dhe sikur të bëhen pak nga këto, mendojmë që është një arritje, që tregojnë akoma që megjithëse është bërë një hap, dhe ashtu siç e tha zoti Xhemal, që ka filluar të lëvizi diçka prap shtete të cilat janë potenciale, nuk mendoj se kanë një lloj predispozite aq të mirë për ta reduktuar për momentin këtë. Dhe gjithë vëmendja botërore në kohën kur po jetojmë shkon për parandalimin e luftës e cila me ç'duket është shumë afër. Por të jemi të sinqert nga raportet të cilët njerëzit e mjedisit po bëjnë gjithmonë më shumë prezent, tregon që territori shqiptar është gjithmonë më shumë i sulmuar nga ndryshimet klimatike. Dhe neve ndërgjegjësimi
masiv i publikut dhe sidomos i aktorëve, që fillon nga ministrit dhe me radhë, mund të bëjë diçka që ta reduktoj disi. Ndryshimet kanë filluar. Tek aktorët është edhe vetë shoqëria, janë edhe vetë qytetarët. Ndryshimet kanë filluar ndërkohë. Kemi kultivar në bujqësi, të cilët kanë periudha të ndryshme lulëzimi dhe kanë kultivar të tjerë për shkak që nuk po e përballojnë dot të ndryshimet klimatike. Jemi përballë rrezikut momentalisht. Kuptoj. Po, Mjellaj? Ilvan, do të thoja që nuk është aq e vërtetë sa njerëzit nuk e kuptojnë, vetëm është çështja e lidhjes së drejtë për drejtë. Për shembull, në një perceptim të publikut që ne kemi bërë për problemet e mjedisit këtë tetor, tetorin e 2015-ës, qartazi për ndryshimet klimatike, njerëzit që reagonin më shumë nuk ishin njerëzit më të mirë arsimuar. Ishin njerëzit në zonat rurale që për periudha shumë të gjata kohë, tani ndjejnë, jo vetëm ndjejnë, po janë nën përvojën e thatësirave të gjata. Për praktikisht në këto kategori të zonave rurale, dhe nuk ishte bërë me njerëz që ishin të fushës mjedisit, këto zona rurale ndjejnë ndryshimet klimatike. Apo në këtë vit që ne kaluam, 2015-ën, ishin 4 muajt më të nxehtë në histori të shënuar. Apo viti 2015 ishte një ndër vitet më të nxehtë të perceptuar. Ne kemi kaluar gjatë muajit dhjetor temperatura shumë të larta, as pak të zakonshme për këtë periudhë, sa disa nga fëmijët thonin që me këto temperatura ndoshta plaku i vitit 3 nuk do të vi. Pra, çështja është që njerëzit nuk e kanë ndoshta lidhjen e drejtë për drejtë që çdo të thotë ndryshime klimatike me jetën e tyre. Po të mendojmë që sezonet me grip stinor tani nuk janë më të përqendruar vetëm në periudhën e vjeshtës apo të pranverës, po janë gjatë gjithë vitit. Kjo është prapë një shenjë e ndryshimeve klimatike që ndikon jetën e drejtë për drejtë njerëzve. Zotë Beshi, sektorët që preken drejt për drejti nga kjo marrëveshje e Parisit, cilët janë? Natyrisht, në përgjithësi preket gjithë ekonomia, sepse janë sektorët e ekonomisë që japin një kontribut caktuar në emetimin e gazeve serë. Në një ekonomi të por nga të dhënat që ka Shqipëria nga inventari i gazeve serë të kryera këto vitet e fundit, 3 se janë sektorët kryesor që janë në kontributi më të madh më drejt për drejt. Është industria, është ndërtimi dhe transporti. Natyrisht edhe bujqësia ka kontributin e vet në këtë, po më modest. Kështu që këto janë 3 sektorët kryesorë që japin kontributin më të madh. Dhe nëse ne do të vendosim që do të arrijmë ato objektiv që themi, pra për reduktimin e gazeve serë në 11% deri në vitin 2030, natyrisht janë masa që do të ky objektiv do të arrihet nëpërmjet masave që zbatojnë sektorët e mësipër. Dhe dihet që kontributi kryesor i emetimin e gazeve serë në transport për shembull është emetimi i gazit karbonik nëpërmjet nga lëndat djegëse që përdoren në transport. Kështu që masat që do të merren në sektor natyrisht janë të lidhura me përmirësimin të gjithë sektorit të transportit, që ka të bëjë me vetë mjetet të transportit, me cilësinë e tyre, me moshën e tyre, dhe me cilësinë e karburanteve që do të përdoren. Kështu që masat do të merren natyrisht do synojnë në këtë drejtim. Natyrisht ka shumë ide për momentin, por që do kthehen pastaj në masa konkrete, me afate konkrete, se si do zbatohen. Masa konkrete, ka nevojë për përmirësim legjislacioni? Për momentin nuk themi që është legjislacioni pengesë, sepse legjislacioni është i parafruar. Ne kemi një. Ndoshta Ministria e Mjedisit ka planifikuar dhe së shpejti do të kemi dhe një strategji kombëtare për ndryshimet klimatike dhe aty natyrisht do të përcaktohen dhe objektivat kombëtar dhe për çdo sektor të ekonomisë. Kështu që dhe natyrisht dhe masat dhe afatet e zbatimit të atyre masave. Kështu që mbas këtij dokumenti natyrisht duhet të shoqërohet me një plan kombëtar veprimi, por njëkohësisht pastaj dhe secili sektor duhet të detajojë për masat që do marrë. Mirë, merremi pak me sektorin e energjisë rinovueshme, meqense kemi Gjergjin ta shfrytëzojmë. Tham që kemi burime hidrike të shumta në këtë vend, edhe energjinë që marrim, po ato që vjen nga importi, që përmendi edhe Mjalla, që si ja bëjmë për cilësinë e saj? Tani energjia që vjen nga importi sigurisht që faturohet si energji që vjen nga energjia fosile dhe për këtë s'ka ndonjë dyshim. Sigurisht që importin ne nuk e identifikojmë kur me faktin që vjen nga burimet rinovueshme apo vjen nga burime fosile. E marrim si të mirë qenë që vjen nga burime fosile. Gjithsesi, në rajon tani do të fillojë së shpejti tregu i energjisë dhe prodhuesit e energjisë rinovueshme në përgjithësi, jo në përgjithësi, po të gjithë do të pajisen me një certifikat
që quhet certifikate origjinës. Që e marrin pranë Pra institucioneve nëse e prodhojnë nga burime të rinovueshme, ata do të kenë për çdo megawatt orë të prodhuar do të kenë një certifikat me të cilën mund të paraqiten në një treg të energjisë, siç do të jetë dhe bursa e energjisë, që do të jetë në Shqipëri në vitin e ardhshëm. Dhe kjo ja bën më të lehtë për ta tregtuar? Jo, kjo identifikon problemin dhe po kështu hap dhe rrugë për zhvillimin e burimeve të rinovueshme ose ndërtimin e kapaciteteve të energjisë rinovueshme në vendin tonë për llogaritë të vendeve të tjera. Mirë, Gjergj, mos ta bëjmë kështu të gjithën në rozë situatën dhe s'kemi probleme. Sigurisht që i marrim burimet i kemi nga hidrocentrale dhe ato punojnë me ujë. Po, pastaj gjeneratorët që punojnë dhe efektet e tjera që ato nuk janë aq të rinovueshme, apo jo? Sigurisht që unë nuk mbroj fakti që gjithçka këtu është e rinovueshme dhe është e pastër. Por duhet kemi parasysh dhe po shpjegoj për një minutë të paktën mënyrën se si e gjykojmë ne pjesën e energjisë. Energjia në përgjithësi është del në një bilanc konsumi. Shqipëria në fund të vitit konsumon të paktën 2300 këtë vit, 2300 kiloton ojë ekuivalent, që do të thotë si të shpenzosh 2300 kiloton, pra 2300 kiloton naftë. Pra kjo energji është energji që prodhohet. Tani nga gjithë ky kazani madh i energjisë, po themi, ose bilanci, rreth 31% është energji e rinovueshme, e cila vjen kryesisht nga prodhimi i energjisë elektrike me hidrocentrale, vjen nga drut e zjarit, që përdorim ne, për të cilat nuk kemi statistika shumë të mira, dhe vjen dhe nga biokarburantet. Se nuk ka statistika të mira për drut? Do ta thot ai mjedisit pse. Ta thot mjedisi, mirë. Po i ndani zonat problematike. Pak problemin. Dhe pjesa tjetër pastaj është naftë, qymyrguri, gaz, çfarë përdor popullata. Gjithë kjo energji ku konsumohet? Kjo konsumohet në 5 sektor kryesor. 5 sektorët nga më të rëndësishmit është sektori shtëpiak, pra sektori rezidencial, i themi ndrysh, sektori shërbimeve që na ofrohen ne, shërbime të ndryshme, sektori industrisë, spitale, kopshte, çerdhe, të gjitha këto konsumojnë energji. Kemi sektorin e industrisë, e transportit dhe të bujqësisë. Ai që ka pjesën më të madhe, përqindjen më të madhe të konsumit, është sektori transportit. Ky zet të paktën mbi 50% të consumit të energjisë të gjithë këtij bilanci. Pra ky është potenciali më i madh i prodhimit të gazeve serë. Pra nuk është pjesa e energjisë, është pjesa e. Por sigurisht që ne me planet tona kombëtar, pra po bëhen 2 plane kombëtar paralelisht, që është një plan për energji të rinovueshme dhe një plan për eficiencën e energjisë. Për këto 2 plane, Shqipëria ka marrë 2 angazhime përballë komunitetit evropian, ose komunitetit të energjisë me cilin ne kemi marrëdhënie të drejtë për drejta. Ku ne nga 31% që jemi sot, energjinë e rinovueshme do ta çojmë në 38% krahasuar me këtë bilanc konsumi. Kurse për eficiencën e energjisë ne do të reduktojmë konsumin e energjisë në përgjithësi me rreth 11%, se kaq mundësi kemi. Gjermania sot ka shkuar 20%. Po si do ta reduktojmë këtë? Çfarë do bëjmë? Nuk do i përdorim? Plani kombëtar ka disa masa të caktuara mbi të cilat reduktohet. Për shembull, një nga fushat që është më e kapshme dhe që ju mund ta kuptoni janë ndërtesat tona. Ndërtesat tona e dini shumë mirë që janë fare të paizoluara, janë ndërtuar pa rregulla ndërtimi, bumi i ndërtesave të fundit nuk ofrojnë kushte komforti të mira dhe njeriu atje shpenzon një sasi energjie për të arritur komfortin, apo për të gatuar, apo për të ngrohur ujin. Dhe çdo bëjmë këtyre ndërtesave që janë të mbaruara tani? Dhe të gjitha këtyre do merren masa. Mund merren masa për izolimin e tyre, për shembull, që është një masë eficiente, ku ul energjinë me 50%, pra do konsumojmë më pak. Mund të fusim në sistemin ton të shitjeve soba eficiente, mund të fusim bojler eficient, të ngrojmë ujin me energji diellore, në mënyrë që ne të reduktojmë në fund të ditës faturën e energjisë elektrike. Mirë, po si do ta bëni këtë? Jam shumë kurioze të di. Se si do t'i bindni për shkakun që të vënë vesh izolimin, se flasim për një komunitet që nuk paguan parat për të rregulluar ashensorin. Jo më t'i vëmë para pallateve tani dhe t'i themi ndërtoni një izolim të ri, aq më tepër ndërtuesit që kanë probleme me pallatet i kanë lënë mëshirë të fat. Se si do ta arrijmë këtë? Shembulli më i mirë do të jepet nga qeveria, nga shteti.
Pra do të niset masat e eficiencës energjisë, do të nisin nga shteti, nga godinat që ka në pronësi shteti. Pra nga ndërtimet publike. Në administrim dhe në menaxhim. Në shërbim dhe në administrim. Mirë, më duhet shkojmë publicitet, bëni me njerëz sa të rikthehemi. Do të vazhdojmë pikërisht debatin për efektet e ngrohjes globale në Shqipëri. Si mund kontribuojmë të gjithë që ta mbajmë në nivelet e duhura ndotjen edhe të kontribuojmë që të mos kemi këto ndryshime me pasoja për vendin. Po thoj pak më parë, Gjergj, ta fjalën kur të rikthehemi Ben. Si do të realizojmë këtë kontribut, thatë që do ndikoj diku qeveria me godinat që menaxhon. Po në përgjithësi shoqëria çfarë kontributi mund të japë për këtë? Atëherë, shoqëria mund të japi kontributin e vet aq sa ka mundësi ta japi. Po marr një shembull konkret në mënyrë që ju ta keni të kapshme këtë pjesë. Po marë se cili nga ne në Tiranë ka një kondicioner, apo jo? Po. Që ka bler para 10 vjetësh ose para 5 vjetësh. Dhe kur shkon në dyqan, gjen kondicioner me të njëjtën pamje, me disa çmime të ndryshme. Më të shtrenjtë, sigurisht. Jo, me disa çmime me të njëjtën pamje, thash, me të njëjtën fuqi të instaluar. Po me teknologji tjetër. Por me teknologji tjetër, që njeriu vetë nuk i kupton. Në fakt njeriu po të shtyhet më tutje, shikon se kjo që është më shtrenjtë konsumon më pak. Dhe për këtë ajo ka një tabel, një klasë energjie që e quajmë ne. Një klasë nga A-ja deri tek G-ja. Edhe ka klasa A, klasa A++, dhe kështu me radhë, dhe ju keni dëgjuar besoj për kondicionerët inverter. Po. Unë po bëj një deklaratë të thjeshtë, duke thënë mënyrën se si mund të arrihet. Në Tiranë ka 400 deri në 500.000 të tilla, kondicionerë të tillë. Të ardhura nga gjitha vendet e botës. Që janë në treg, që janë që po punojnë sot. Edhe ne sot po ngrojmë me kondicioner apo jo, jo me kaldaj. Po, me kondicioner. Sigurisht. Pra me energji elektrike. Po. Dhe nëse ne këto do të zënsonim tani nga kondicioner të zakonshëm në këta inverter të klasës së fundit, atëherë diferenca e konsumit të energjisë do të ishte shumë e madhe. Do të kursejmë më shumë dhe do të marrim të njëjtën sasi nxehtësie për cilën e kemi bërë ato për të ngrohur. Kjo gjë, në vendet e Europës sanksionohet me ligj. Pra nuk lejohen ty në mallra që konsumojnë më shumë se sa një sasi caktuar energjie për fuqinë e instaluar që ka ai kondicioneri. Atëherë ky njeriu nuk është në gjendje ta blejë atë. Po marrim të rast. Po i paraprim pyetjeve të mia. Dhe për këtë ligji i fundit i eficiencës së energjisë ka vendosur dy institucione, një të pavarur që është Fondi për Eficiencën e Energjisë dhe një agjenci për eficiencën e energjisë. Nëse ti dëshiron ta marrësh atë, pjesërisht do ta marrësh grant, për shkakun se ajo pajisja do të konsumojë më pak. Kush do të japi grant? Fondi. Fondi do të japi grante të kësaj natyre. E kuptoj. Do shkojë te qytetari i thjeshtë i thotë ke këtë mundësi që ta marrësh. Aplikoj, ashtu siç do të sot në Sloveni. Nëse ti drejtohesh në treg dhe nuk ke mundësinë për ta kryer një gjë, por konceptin e ke shumë të qartë, po eficienton sistemin e shtëpisë tënde, atëherë një pjesë e kësaj energji, e këtij investimi do të jepet grant. Në mënyrë që ti të arrish ta bësh. Mirë, panelet diellore, pse nuk janë shumë të përdorura ose në mënyrë masive duke shfrytzuar sasinë e diellit që kemi? Ju sapo e thatë që ne nuk merrem vesh në banesat tona. Dhe taracat tona. E kam nga eksperjenca personale. Unë nuk do flas vetëm për panelet se ato nuk lejohet dhe jo t'i fusim për arsye të komshiut të lartë, por edhe kanalet e ajrisjes nuk dalin lart. Ne nuk kemi, madje nuk kemi as xhak për të ndezur diçka për ndezur ca dru zjarri në sobat tona. Kështu që ne jemi të orientuar drejt energjisë elektrike, pra ato rregulla që u fola më parë për izolimin e ndërtesave, për kushte teknike që duhet të kenë një ndërtesë që të performojë në mënyrë të rregullt energjinë, atëherë duhen ca rregulla. Dhe për këtë ne kemi nxjerrë një ligj, i quhet ligji për performancën e energjisë në ndërtesa. Shumë mirë është ligji, po e zbatojnë të ligjin? Po, ka një 10 vjet që nuk po e zbaton njeri këtë ligj, gjithsesi ne jemi rikthyer me direktivën e re dhe besoj se do t'i arrijmë. Po me ngrojë gjenerale, pse nuk ndërtojnë ndërtuesit sot? Besoj se është më e lirë në kosto. Sa po e thatë që nuk merren vesh. Prap nuk merren vesh, kjo është arsyeja sepse e bëjnë. Po nuk ka institucione që t'i detyrojnë të merren vesh se, shikon, nëse e lë xhungël do jetë. Shteti ku është në këtë histori? Nuk është xhungla se sa është tregu.
Pra nëse dikush... Po tregu koste është më e lirë kam përshtypjen. Nëse unë do kisha ngrohje gjenerale sot në shtëpi do ishte më e lirë për të gjithë. Do ishte ngrohja do ishte më cilësore, më e mirë. Për shembull, nëse do të bësh një gjë shumë të mirë në pallatin tënd, ajo gjë mund të jetë shumë e mirë, por në momentin kur i thret njerëzit e pallatit, ato shumica nuk vijnë. Nuk përgjigjen. Megjithëse mund të jetë shumë e mirë ajo gjë po bën. Është një mosmarrveshje e heshtur, kështu që funksionon. Nuk vlen të sensibilizojmë, të organizohemi, të... Është tregu, po ofroj tregu për shembull, më ofroj tregu mua një sistem ngrohës ftohës të shtëpinë time. Më ka bërë gjithmonë përshtypje Prishtina ngrohet me kaldajat që i kanë nga koha e Titos. Dhe janë akoma në punë dhe me atë ngrohen edhe nuk e di ndotjen pastaj, sepse duket janë me qymyra. Ish vendet e lindjes ngrohen me kaldaj. Shkupi për shembull ngrohet me kaldaj dhe ka faturën vetëm 30 euro në muaj. Vetëm për ngrohje. Por ka faturën më të lartë ndotjes pastaj. Sigurisht që ka faturë më të madhe të ndotjes. Xhemal, po thoj diçka për sensibilizimin? Që është e vërteta, nuk është kaq e thjesht futje teknologjive të reja dhe sot në botë, edhe në takimin e vizit, doli e qartë që e ardhmja është e energjive të rinovueshme. Këto këmbana në fakt duhet të bien në Shqipëri. Ka filluar të bëhet një ligj, por është pak edhe nuk është parë vërtet me këtë lloj perspektive. Mendoni që tërë kompanitë më të mëdha botërore, globale, sot janë përqendruar në 3 teknologji që i shohin të sigurta për të ardhmen. Teknologjinë e energjive të rinovueshme, paneleve diellore që prodhojnë energji fotovoltaike, teknologjinë e LED-it, që është shumë eficient, një lamp LED, si kjo që jep këtë ndërqim, është 20 deri në 30 herë më pak energji harxhon. Një lamp LED. Po kështu edhe një televizor LED, po kështu edhe një pajisje tjetër LED. Dhe e treta është energjia e erës. Në qoftë se tërë bota po përqendrohet në këtë të ardhme, atëherë edhe Shqipëria duhet të fillojë të reflektojë fillimisht me përgatitjen e ligjeve, por njëkohësisht edhe me mënyrat, metodat se si mund t'i bëjë këto të stimulohen në Shqipëri. Dhe nuk është se është tregu thjesht që tregu i lirë që ndikon në zhvillimin e një industrie, po janë politikat të përfshira bashkë me tregun. Sepse ka politika, siç është Gjermania për shembull, që energjia e diellit aty prodhohet zë gati 15% e energjisë totale. Dhe nga vitin vit vjen duke u rritur dhe arriti vitin e kaluar në qershor që Gjermania prodhoi më shumë, pothuajse të gjithë energjinë në një ditë qershorit e prodhoi vetëm me energjitë e paneleve diellore, ndonse Gjermania nuk njihet për një vend që ka diell. Pra, në qoftë se shihet në strategjinë e zhvillimit të energjisë ky lloj trendi i tërë botës, që çmimet bien brenda 6 viteve gati 60%, çmimet e energjive të paneleve fotovoltaike, atëherë tregu bëhet aq stimulues sa që të gjithë do bien vetë në këtë lloj zhvillimi. Dhe ajo punë e taracës do e gjejnë pastaj, sepse interesi i bën njerëzit që ta gjejnë. Në vend bojlerit mund të lënë panelin diellor. Po, është e vërtet që problemi i taracave nëpër qytetet është problem, sepse është lënë si një terren që mund ta pushtojë kush të dojë, pa kontroll, ndonse është e gjithë pallatit, edhe është e vërtet kjo. Por ama ne kemi fshatrat me çatira dhe çatit janë terrene që mund t'i prodhojnë energji. Dhe ne në kuadër të një projekti të mbështetur në Areku, ne kemi arritur të shpërndajmë gati 100 cop panele diellore në përfshatrat e largta dhe ata ushqen tash me energji diellore. Mendoni tani ai fshatari është shumë më i përparuar se një në qytet dhe ndriçon shtëpinë, ushqen edhe një televizor. Është më i përparuar se i ka dalë Verdia më shumë? Pikërisht, ai e ka parë dhe nga halli, sepse ai në një fshat i cili është mungon energji elektrike. Mungon i vete energjia gati zero me zinë ndriçon një lamp, ose i kanë vjedhur edhe shtyllat edhe s'ka më shpresë të marrë energji, ose ai që ka një baxho në majë të malit, ai e gjen me teknologjinë e re dhe e përshtat për çudi. Pra, interesi është zhvillimi të trendi i botës është shumë i madh dhe po të shoh është trendi është i tillë sa që vetë drejtori i energjisë evropiane thotë që asnjë se besonte që do kishim një ritëm kaq të madh që e kalon në ritmin e naftës para 100 vjetësh. Ritmi i rritjes. Dhe ritmi është i tillë që brenda çdo 6 viteve çmimet bien nga 50 deri në 60%. Do të bësh kështu diçka? Po, në fakt unë do të thosha këtë që në fakt vetë marrëveshja e Parisit
ka marrë në konsiderat të gjithë këto element që ne diskutojmë tani, sepse natyrisht ka problematika është globale në aspektin e faktorëve, sektorëve që ndikojnë në kontributet që kanë në ndryshimet klimatike, po mund të ketë dhe specifika. Gjithsesi, problemi është i tillë që objektivi kryesor në kuadër kësaj marrëveshje është fillimi i stopimit dhe me objektiva drejt reduktimit të emetimit të gazeve serë. Dhe Shqipëria është pjesë edhe këtij objektivi global. Natyrisht për të realizuar këtë objektiv nuk mjafton vetëm kjo, por në marrëveshje parashikuar që vendet duhet marrin masa dhe adaptimin ndaj ndryshimeve klimatike. Adaptimi ndaj ndryshimeve klimatike nuk është thjesht një dëshirë, po është një proces i tërë, i gjatë, bazuar dhe mbi këto pasoja që ne po vuajmë sot. Adaptimet vijnë qoftë në sektor të ndryshëm, për shembull në sektorin e bujqësisë. Bujqësia do të përshtatë varietetet në kushtet e thatësirat të zgjatura, çrregullimeve të klimës, të rresheve të tjera. Sektorët e tjerë të energjisë duhet përshtatin teknologji, duhet përshtatin investimet për të minimizuar impaktin e ndryshimeve klimatike. Po njëkohësisht të ndërhyj pak në kthim kufiri midis Greqisë kur vjen për në Shqipëri, kam parë një semafor me panel diellor. Kudo mund kurset, qoftë edhe sadopak mund të bëhet diçka që është e lirë në çmim edhe kur e ke mundësinë ta bësh, është shumë afër me Shqipërinë, mund ta marrim, ta aplikojmë. Apo kjo do kosto të madhe gjithashtu për ta bërë? Jo, nuk është problemi tek, po problemi është edhe tek praktikat që zbatojnë vendet. Dhe për të arritur këto objektive natyrisht marrëveshja parashikon edhe mbështetje në aspektin e teknologjisë dhe të kërkimit shkencor, sepse padyshim që të arrijnë këto objektiva të vendosura në konferencën e Parisit duhet të përmirësohen teknologjitë. Do të përmirësohet teknologjia e ngrohjes të sistemit, të pajisjeve elektrike, të sistemeve të ngrohjes, të sistemeve të kondicionimit, shumë elemente të tjera. Me drut, meqense kemi një problem, tha zoti Simaku. Si do të adresojmë problemin e Kush? Drut, furnizimi me dru, ngrohja. Po, do të atëseroj edhe këtë problem. Po, megjithatë të mbaroj, më thënë këtë që nisa në lidhje me një tjetër objektiv i marrëveshjes së Parisit është dhe edukimi. Është një element dhe komponent shumë i rëndësishëm, edukimi dhe sensibilizimi i të gjithë grupeve, të qytetarëve në radhë parë, të biznesit, por natyrisht dhe të politikë bërësve dhe vendimarrësve. Dhe e fundit është pasaj edhe masat konkrete që duhen të marrin vendet në aspektin e përbuqjes së marrëveshjeve në kuadër në nivelin kombëtar, në nivelin regional dhe në nivelin global. Për te marrëveshjeve që kemi sektori i energjisë është një në pjesë e sektorit të energjisë, e kontributit të emetimit të gazeve serë, natyrisht është dhe djegja e drurave të zjarrit. Nga djegja çrohet gaz karbonik. Dhe këtu ka një përllogaritje, prandaj është sektori i energjisë si kontribusi kryesor i emetimit të gazeve me efekt serë, sepse këtu përfshihet dhe ngrohja e popullsisë, kryesisht popullsisë rurale, me drurë të zjarrit. Dhe në bazë të metodologjisë së sotme kalkulohet sasia e druve që përdoren, që llogaritet rreth 1 milion, 1.2 milion metër kub digje në vit, i kalkuluar me metodologjinë përcaktohet dhe sasia e gazit karbonik që emetohet në atmosferë. Domethënë pyet janë në një pozicion të tillë që pyet vetë si pyll efektiv kontribojnë në reduktimin ose sekuestrimin e karbonit në atmosferë. Pyet kur janë në gjendje të mirë. Kur përdoren si lëndë djegëse për ngrohje, japin kontribut negativ. Prandaj dhe politikat që ndiqen në sektorin e përmirësimit të energjisë natyrisht duhet synojnë që të eliminojnë pikërisht këto eksperienca që kemi dhe që janë në kontribute negative dhe zëvendësimin e këtyre praktikave me elemente me teknologji të reja. Ka disa mënyra. Natyrisht marrëveshja parashikon që vendet që janë shkruan këtë marrëveshje tani e mbrapa do të marrin masa konkrete. Pra, masa detyruese. Detyruese që lidhen me cilësinë e karburantit, me moshën e mjetit, me pajisjet që do lejohen të importohen në Shqipëri, pajisjet elektrike, kondicionimin dhe elemente të tjera. Por natyrisht parashikohen dhe marrëveshja parashikohen vetë edhe masat të tjera që do jenë stimuluese, nxitëse. Dhe ato që quhen iniciativa ekonomike. Ka shumë të tilla ne kemi arritur t'i aplikojmë. Për shembull në fushën e mjedisit kemi vendosur atë që quhet taksa ose ekotaksa. Për shembull për karburantet. Kemi vendosur një taksë të diferencuar midis naftës dhe benzinës, sepse dhe ndotja nga këto dy burime është ndryshme. Me qëllimin e vetëm pra për të stimuluar përdorimin e benzinës. Natyrisht ka dhe elemente të tjerë. Sot bankat për shembull aplikojnë kredi po sidomos për rritjen e eficiencës së përdorimit të energjisë. Kanë kredi favorizuese. Pra ky është një mekanizëm nxitës. Pra që vetë qytetarët që do bëjnë një investim, një
përmirësim të infrastrukturës në banesat e tyre, natyrisht... Do kenë lehtësira. Moratoriumi përpyet shkon në këtë kuadër, apo s'ka lidhje me... Natyrisht, moratoriumi përpyet dhe gjithë politika që lidhen në sektorin e pyjeve, pra për mbrojtjen e fondit pyjor, përmirësimin e tij, rehabilitimin dhe rritjen e sipërfaqeve të pyjeve, absolutisht që ndërkon drejt për drejt në sekuestrimin e karbonit. Bilës ne aktualisht kemi projekte që financohen nga Banka Botërore në kuadër të projektit të pyjeve për sekuestrimin e karbonit dhe janë disa komuna pilot ku zbatohet ky projekt dhe banorët e këtyre komunave dhe shoqatat e përdorimit të pyjeve kanë përfituar drejt për drejt nga sekuestrimi i karbonit, vlerësuar në kuadër të çmimit ndërkombëtar që është rreth $5 për ton. Kështu që ka shumë mënyra për të nxitur edhe iniciativa private, individuale, shtetërore, që janë në drejtimin e duhur shuar në reduktimin e emitimit të gazeve karbonike. Unë kisha diçka që duhet ta them me zë të lartë për çështjen e ndryshimit klimatike, se në çështjen e pyjeve Shqipëria ka një bilanc negativ, që do të thotë më shumë dru pret se sa rrit. Rrit, kultivon. Dhe kjo është 76%. 76% pret. 76%. Është negativ. 6% është bilanc. Bilanci negativ. Është bilanci negativ. Që do të thotë se ne më shumë presim dhe moratoriumin do ta mirëpresim të gjithë. Ndërpritet puna atyre fabrikave që prodhojnë nga pyjet tona pelet për t'i eksportuar. Jo për çështje parash duhen shkatruar pyjet tona. Pyjet tona duhen të përdoren e para për ato njerëz që tradicionalisht janë ngrohur me dru zjarri, dhe politika jonë e Ministrisë e Energjisë të paktën është rritja e eficiencës e energjisë të sobave. Pra mos kemi soba ku futim një dru zjarri, ngrofim një dhomë, por soba përsëritjet me pelet, të ngrohen gjithë hapësirën, të izolohet banesa dhe të rritet eficienca e përdorimit të sobave të drurit. Edhe politika me drurin është një politikë që gjatë viteve të fundit është krejtësisht negative, në këto 10 vite të fundit, ka shkuar keq e më keq. Se është pjesë e gjithë abuzimit që në përgjithësi ka bërë shoqëria me natyrën, me atë çfarë na ka falur. Është një abuzim total me natyrën dhe po ta shikojmë problemin më thellë. Heqja e pyjeve do të thotë dhe heqje e ujit që mblidhet në ato pyje. Pra lumenjt shterohen shumë më shpejt për shkakun se nuk depozitohen në pyjet tona, për shkak të prerjeve. Dhe kjo është ajo drama që po jetojnë pyjet tona dhe prurjet e menjëhershme të plotave që vinë. Po, tani po më duket po bëjmë pak më konkret. Ka një përgjigje të unë duhet të sqaroj, është ky konkluzion del mbi bazën e të dhënave që ne marrim ose të kalkuluar mbi bazën e numrit të popullsisë, sa jetojnë sot në fshat dhe natyrisht për llogaritur që gjithë ato ngrohen me dru zjarri dhe llogaritur në mënyrë sa metro kub dru zjarri harxhon një familje. Por në aspektin e planifikimit, programimit dhe asaj që zbatohet konkretisht në sektorin e pyjeve, niveli i lejimit të shfrytëzimit të pyjeve është reduktuar në mënyrë të theksuar. Nuk jepen më shumë, ose në vitin e fundit në 150.000 metro kub për shfrytëzim. Çfarë japim me leje? Çështja është çfarë bëhet pa leje, pa me leje kuptoj që mund të jemi në rregull me protokollin. Tjetër i kalkuluar në mënyrën se ka të bëjë me popullsinë rurale e cila nuk ka mënyra të tjera për të ashtu dhe përdor burimet të tjera. Po, Millaç kishte diçka? Unë do të theksoj edhe një element tjetër që lidhet me konferencën e Parisit. U dëgjua shumë. Në Shqipëri se ishim shumë mirë te kjo pjesë, ishim konkret. Në Shqipëri, edhe në Shqipëri ai reflektimi u paraqit me një lloj padurimi, kur në Paris thuaj për 2 gradë edhe në Shqipëri ka pasur disa aktivitete gjatë kësaj kohe që thuaj pse 2 gradë po jo 1.5 gradë, sepse çështja është që është bërë më akute, jo vetëm çështja e pyjeve, po dhe elementet e tjera. Për shembull, një ndër diskutimet që kanë pasur në mediat shqiptare këto ditë të fundit ka qenë se do duken qytetet shqiptare në vitin 2030-2050. Se është elementi transportit që kërkon ndërhyrje emergjente për të shmangur në qytetet e mëdha siç është Tirana trafikun e rënduar, cila mund të bëhet lehtësisht duke përmirësuar transportin publik. Ne nuk mund të japim zgjidhje qytetarëve me nga një makinë secili për të shkuar më shpejt në vendet e tyre të punës që janë bërë më larg sot, po mund të japim një zgjidhje eficiente për nga ana e energjisë, për nga ana e kohës, duke përmirësuar transportin publik. Apo ne shohim më shumë qytetarë në Tiranë sot që të duan të përdorin bicikletën, disa prej tyre edhe guxojnë ta përdorin bicikletën, që mund të jetë një zgjidhje jo vetëm
mjedisore, pra ka shumë elemente që duhen promovuar në shtesë të asaj çka bëjmë brenda shtëpisë, po edhe në një komunitet më të gjerë. Dhe këtë na mundson edhe distancat e vogla krahasuar me metropolet e mëdha. Tirana nuk është aq e pamundur për të lëvizur me biçikletë, kam përshtypjen. Jo, absolutisht jo, po Tirana shumë mirë mund të aksesohet me transport publik në pika të ndryshme, madje shumë herët. Dhe elementet të zhvillimit të një transporti inteligjent në qytet, me semaforët që shkojnë në mënyrë të vazhduar dhe ti nuk duhet presësh në semafor, me rrugët e posaçme për autobus, që në disa rrugë janë vendosur kursit e tilla, apo me mundësinë për të ecur me biçikletë në pika të afërta të qytetit. Këto janë disa nga elementet e thjeshta që bëjnë një qytet edhe tonin më modern se duket sot në një kaos urban. Jemi larg autobusëve që janë jo me naftë, me këto që përdoren me energji, jemi larg asaj ideje? Nuk jemi fare larg asaj ideje, për shembull në qytetet e Europës. Jo, ne tempat e Europës e dinë se si përdorin. Ne jemi pak larg sepse jemi nga mendja larg, jo se jemi larg nga teknologjia. Teknologjia është aty afër. Për shembull, përdorimi i energjisë elektrike në sektorin e transportit. Për qytetet përqendruara, për shembull, do të ishte shumë efektive. Sepse ne nga njëra anë energjinë elektrike e prodhojmë me energji të rinovueshme. Dhe nga ana tjetër, mund ta konsumojmë po këtë energji për transport dhe heqim nga pjesa e transportit. Po i kemi kapacitetet që çfarë prodhojmë ta mbulojnë edhe këtë pjesë sektor përveç nevojave tjera që kemi. Pse nuk i rrisim dot kapacitetet e energjive të rinovueshme që janë pafund? Këtë mund ta bëjmë fare mirë. Në qoftë se do të kemi konsum të madh në sektorin e transportit, apo futja e makinave elektrike për shembull, që është e makinave hibride, ka shumë elemente të tjera të cilët realisht duhet të intensivohen, pra duhet të subvencionohen nga një anë në mënyrë që të bëhen efektive për të futur në treg. Dymal dhe pastaj Beni. Në fakt trendi i botës po ecën drejt makinave elektrike. Edhe po bëhet një revolucion shumë i madh te bateritë. Janë nga kompanitë më të mëdha, sot Tesla, kjo Gjermania tjetër, që po përmirësojnë aq shumë bateritë saqë ardhmja është jashtëzakonisht e sigurt që do futet shumë makina elektrike. Në shumë shtete ka filluar. Ne kemi një avantazh, meqense kemi të vjetur autobusët, mjetet e transportit, paktën të blihen të rinj me teknologjinë të tillë dhe të kursejmë. Pikërisht, është një avantazh shumë i madh për ne që të rinovojmë këtë lloj makine të vjetër që mund të kemi. Natyrisht, në këtë mes ka dhe shumë të bëj politika të mjedisore. Për shembull, në rastin para disa vitesh ne kishim një ligj që makinat e vjetra që kishin një motor të vjetër dhe nxirrnin gati 3 herë më shumë blozë se sa makinat e reja, kishin një taks. Dhe ajo taks nga qeveria e kaluar u hoq. Dhe përsëri ato makinat vjetra, si thua, nuk janë detyruar nga politika që të kufizohen. Një tjetër aspekt për shembull tek ne është që se di pse po vlerësohet edhe në kuadrin e CO2-shit, në kuadrin e ndryshimeve që po ndodhin në tërë botën, është edhe treni. Ne kemi mundësitë që të fusim trenin për transporte njerëzish, transporte mallrash të mëdha, ndërkohë që ne harxojmë gati me transportin e vogël gati nga 10 deri 20 herë më shumë karburant krahasuar me një tren që mund të vetë. Dhe treni është një mënyrë transporti që është braktisur fare nga politika jonë. Po, do shumë investime për të vënë punë, kam përshtypjen në gjendje që është aktualisht. Pikërisht, por nuk e ka njeri mendjen për këtë punë dhe kjo si thua fillon nga mendja, jo nga mungesa e Po, ajo që duhet të thoya dhe që më bën çudi duke dëgjuar parafolësit është që për shembull në paketën e masave që është folur sidomos nga njerëzit e mjedisit për reduktimin e gazeve me efekt serë, në këtë kuotë 11.5 domethënë, në atë që flitesh për transportin nuk është folur asnjëherë për makinat elektrike, ose nuk është folur akoma për të apeluar dhe për të ngritur në publik, të themi një angazhim për të rivendosur kjo që është bërë plan qoftë ke kryebashkiaku i tanishëm, po dhe ke Zoti Basha më përpara dhe tek Zoti Rama kur ishte më përpara. Dhe më bën çudi për shembull që tek ne ka pasur strategji, siç tha zotëria tash, po bëhet, domethënë strategjia e re, nuk e di. Ka ekzistuar në Ministrinë e Mjedisit me periudhë nga 2008 deri në 2013. Dhe ne nuk dim rezultatet që solli. Më duket sikur ne kemi kaluar në regres nga kjo strategji.
Dhe shikoj për shembull dhe ke gjë që më bën çudi, angazhimet shqiptare kanë qenë në ndërtim në transport, edhe në industri. Flitet gjithmonë për hartim dhe rishikim legjislacionesh kombëtare. Dhe nuk e di domethënë energjia më e madhe humbet nëpërmjet dokumentave. Po. Në krahasim atë çfarë ndodh në terren. Me atë që ndodh në terren. Do më japësh përgjigjen sa të kthehem nga publiciteti. Okej. Përfundoj Beni, përfundoj këtë fjalë. Dhe ajo çfarë më bën përshtypje, ju thatë diçka shumë interesante që njerëzit duhet të shqetësohen për ndryshimet klimatike, apo njerëzit janë të lodhur nga përmendja e emrave strategji, plan, përmirësim legjislacionesh etj. Dhe njerëzit nuk dinë përballë, domethënë kur do filloj ky angazhimi real i shtetit shqiptar, për shembull, siç e tha Gjergji më përpara që ti thua që kur do i shohin këto strategji të implementuara. Po, që të jenë të implementuar dhe të jenë të përballë. E drejtë. Do të flasim pak më njëherë sapo të rikthehemi nga publiciteti. Mos u largoni. Jemi rikthyer për të folur nëse strategjitë që hartojnë shpesh qeverit kanë gjetur vend tek jeta e përditshme e qytetarëve, tek sensibilizimi që ata duhet të kenë për t'i përdorur këto, apo tek mundësitë që kanë realisht, tek fillimi për të blerë makina elektrike. Kam përshtypjen këtu e ketë pamundur ta blerë se s'ke ku e furnizon. Ku ta ushqesh. Absolutisht që është shumë, por që është gjëja më e thjeshtë të ndërtosh stacione për furnizimin me energji elektrike të makinave elektrike, dhe kjo vendi jon nuk është kaq i gjerë ose rrugë kaq i gjata, ndërkohë që një makinë elektrike ka 70 deri në 100 kilometër pavarësi për të lëvizur. Përgjithsisht makinat elektrike përdoren në qytete dhe ose në qytete që janë afër me njëri tjetrin dhe ku ndodhen stacionet e natyre. Kjo infrastrukturë është shumë e thjeshtë. Por unë do t'i dhesha në një problem tjetër të makinave elektrike në kryeqytet. Ne kemi folur shpesh për tramin. Po. Unë e kam para të tramin, por ai lidhet me shinat e tjera, me ndërtime i dozera hapësira e kështu me radhë. Përse këto autobus që kemi sot, ne varim plot tela për internetin dhe për gjithçka tjetër dhe nuk vargemi 2 tela ku të kaloj makina elektrike, pra një makinë do punoj me energji elektrike. Dhe që do të rregultojnë në mënyrë të ndjeshme do ndotjen. E dyta, pse mos përdoren autobus me biokarburant? Po. Ose me karburant. Kujt po ja bëjmë këto pyetje? Me karburant që merret nga fushat nga landfillet. Po këto tani po ta përmend fjalën strategji nuk e them dot, sepse nganjëherë strategjitë bëhen të tilla që vendoset trami, pastaj ndërtohet strategjia për tramin. Ani këtu nuk është. Duhet të jetë kundërta. Gjërat janë konkrete dhe flasin vetë në gjithë botën. Nuk ka nevojë ne tani të shpikim strategji ose të shpikim rrotën. Qytetet në gjithë botën mbrohen në këtë formë. Pra, ose makina elektrike, transportit publik elektrike, përveç transportit të gjatë, që do t'jetë patjetër me energji nga nafta, dhe makina elektrike të vogla. Po ben? Do të bëj një ndërhyrje të vogël. Unë besoj shumë tek roli i individit. Çdo të thotë. Në momentet caktuara vërtet është provuar, sidomos në filozofi, që roli i individit është i jashtëzakonshëm, po unë besoj shumë që një kryeministër që vërtet ka qasje ndaj mjedisit, mund t'japi shembuj konkret, ose një kryebashkiak, larg fjalëve, mund t'japi shembuj konkret se si mund të aplikoj për shembull propozimet shumë interesante që për i Gjergji dhe të gjithë i thonë, me të gjithë mund të diskutosh në për të themi panele, ose kafe, ose në konferenca, por askush me gjithë koston që shumë merë është shumë oportune për të realizuar, nuk e vën në planet e tyre. Tani do dojë që t'ikën punë kryeministrin me bicikletë, si çikën në Holland. Jo kjo, por për shembull nuk i kushton asgjë që në zona të themi, në zonat izoluara të përdoret energjia diellore, ose në zona të caktuara të Shqipërisë të përdoret energjia eolike. Për shembull, Shqipëria ka fatin e madh që ne kemi shpejtësinë e erës 6 deri në 8, që domethënë jemi në kotat që ti mund ta përdorësh energjinë e erës. Vërtet është shumë e vështirë
sepse teknologjia është... Është dhe e kushtueshme, ka vështirësi, ka kosto. Një Është e prej këtyre kushtueshme, turbinave por- është 1 milion euro me sa nëse kam gabim. Më e mirë se sa një hidrocentral. Është më e mirë, por është më e shtrenjtë për të bërë. Është më e mirë, por Po nuk është aq e shtrenjtë për të. Është më lirë. Kosto është më lirë. sot ekzistojnë kompani të cilët ta ofrojnë këtë shërbim. Mund të jenë, të themi, në Ka gjysmën e kërkesa në investimit. treg për këtë lloj industrie? Absolutisht ka kërkesa, por unë dua ta kundërshtoj që ka kompani që afrojnë letra ato kompanit, domethënë edhe unë nuk mund të quaj një kompani të mirë italiane për shembull, që ka pushtuar me një letër Karaburunin, atë Moncadën e famshme, Po. dhe në fund fare nuk ka kaq vite që nuk e bën. Po i ka letrat, pse nuk e bën? Po letrat i ka, po sa letra ka këtu tani? Në Shqipëri mund të ketë 600 letra me vendime të marra për energji të rinovueshme. Në rastin konkret është pronësia. I shëndetësojnë Dhe problemi është ky që ajo që nuk është e bëshme, nuk është e bëshme. Pra e provon tregu që megjithëse ato kanë leja, nuk hyn dot në treg. Po pse pra? Se nuk kanë para, kanë bazuar parat mbi po themi njohje të shefit ose të dikujt tjetër, ose të një tarife të lartë. Dhe nuk janë të financueshëm nga tregu, nuk i gjejnë. Doja të bëja tregu nuk është likuid. Gjergj, doja t'ju bëja një pyetje. Po kjo GE, kjo kompani e madhe amerikane që pretendon që afron në të gjithë vendet. GE është një kompani që merret me këto sistemet që ka prodhu që nga turbinat, po prodhon dhe turbina me erë. Është serioze. Flasim për General Electric amerikane? General Electric është një kompani shumë e mirë. Shumë serioze të paktën atë që njohim ne. Po ka interes të vinë në Shqipëri? Është një kompani, nuk është se kjo kompani tregon interesat mëdha për Shqipërinë, është për ministrinë tonë të paktën thuhet kështu që po hyre e merr lejen. Pra mjafton të aplikosh dhe lejen e ke. Çështja këtu qëndron jo te marrja një leje për të bërë diçka, por për ta bërë konkretisht atë. Njerëzit u mësuan në 10 vitet e fundit me një debat shumë të shtrembët për mendimin tim personal, nuk jam zyrtar në këtë moment që po flas, që orientuan drejt hidrove. Ky vend është i orientuar drejt hidrove sot. Po. Dhe ne vazhdojmë të bëjmë hidro. Dhe këto hidro, dhe kur nuk na ka shkuar mend që të flasim për energjinë diellore, themi që ajo është shumë e shtrenjtë, është kështu, është ashtu. Mirë, ka ato gjëra. Por ti aplikoj një herë. Sepse kur ti nuk ke shi, ke diell. Dhe mund të diversifikosh këto dy lloje energjiesh. Jo, në rastin e kompanisë unë mendoj që dhe shteti jonë nuk është treguar shumë serioz kur ishte problemi për trenin. Për trenin elektrik. Po. Ndoshta kjo mund të jetë një nga arsyet që ata nuk... Që i frenon një hyrje serioze tyre në treg. Tek strategjitë dhe vizioni që ato japin. Po jo, i themi të gjitha, pse mos i themi? I themi, Gjia ishte dhe ajo që desh të sillte këto generatorët e lëvizshëm. Edhe unë jam shkarkuar për atë çështje. Qartë. Sepse s'isha dakord me Gjin. Që ti merrte nga deti veriut, ti linte te deti shqiptar, e ti furnizonim ne me naftë brut që të na prodhonin energji elektrike dhe të dilim nga kriza. Ky nuk është... Prap Gjia është. Shiko, duhet thënë është e thjesht puna. Kompanit vinë të fitojnë. Askush nuk vjen të humbas. Askush nuk shikon varfërinë tënde për energji, apo mungesën tënde për energji, po shikon se sa mundësira ka tregu të paguajë mbrapsh kur ti investon. Sa do e madhe dhe sa do e vogël të jetë kompania në fund të historisë. Dhe pavarësisht se do e madhe kompania në Shqipëri do vi për të fituar, nuk do vi sepse është e madhe dhe për të timit vetëdijshëm të gjithë sa më të mëdhenj për përfitimet e tyre vil. Pjesën që tha zoti Andoni më herët, sa strategjit e nxisin shoqërinë edhe qytetarin edhe administratën me këto ide inovative. Ajo është e vërtet, më thënë, përmendja her pas here e strategjive, planëve e primit dhe mund të ketë krijuar dhe një, po megjithatë është e pashmangshme sepse nëse bëhet fjalë për objektiva afatgjatë, nuk mund të realizohen nëse nuk ke një strategji se si do të arrish tek ato objektiva. Dhe vetë përsëri duhet i kthehem marrëveshjes, vetë marrëveshja është një detyrim tani për vendet. Nuk është më tani një dëshirë që Shqipëria të bëjë këtë ose të bëjë atë gjë. Aty janë përcaktuar dhe Shqipëria ka marrë angazhim dhe detyrimin tani për të përmbushur këto objektiva global në nivelin kombëtar. U përqendruam tek transporti natyrisht. Edhe vetë transporti si sektor do të arrijë objektivin pa të reduktojë në nivelin 11% emetimin e gazeve nga ky sektor.
se si do të realizohet ky objektiv, natyrisht tu kërkon dhe rolin, kontributin e ekspertëve të fushës. Janë shumë element nga ato që diskutojmë ne këtu, po më gjithatë janë ekspertë e fushës që do përcaktojnë se ku do të përqendrohet për të arritur ky objektiv. Ka rezerva tek cilësia e karburanteve, ka rezerva tek mosha e makinave, ka rezerva dhe tek ajo që u diskutuat transporti publik dhe çfarë elementesh përdoren. Pra, të gjitha këto do të programohen detajohen se si do realizohet ky objektiv. Nuk ka për të ngjelur më dëshirë ta zëm të një bashkie apo të një. Është vetë ministria, natyrisht ministria që mbulon çështje dhe politika e transportit që do të programojë dhe detajojë këtë objektiv se si do të realizohet. Natyrisht ministria që mbulon çështjet e industrisë do të programojë dhe ministria e mjedisit pjesën tjetër. Por një strategji e tillë është domosdoshme. Ministrit me njëra tjetrën koordinohen, merren vesh. Absolutisht do koordinohen dhe nuk mbetet tani, domethënë, pra thash, kthehet në një detyrim tani. Dhe secili do të vlerësohet, do të matet, do të vlerësohet mbi bazën atyre që do të realizojë. Natyrisht ne jemi dhe atë që do të japim ne si kontribut, si vend, por ne jemi pjesë e këtij sistemi global të tregtisë, që natyrisht ne do të jemi përfitues edhe në ato investime që do të bëjmë vendet tjera të zhvilluara. Pra, do të përmirësohet teknologjia ta zëm në pajisjet elektronike. Natyrisht ne jemi përfitues. Do të përmirësohet cilësia e karburanteve që do të tregtohen natyrisht ne, duke qenë se ne importojmë naftë, ne do jemi përfitues. Do të përmirësohet cilësia, ta them, ose teknologjia tek makinat. Ne jemi importues, ne nuk prodhojmë makinë. Kështu që nëpërmjet një vendosjes të një kushti, të një kriteri, që ta them, nga viti 2016 nuk do lejohet të importohen në Shqipëri makina që nuk janë Euro 5, që në këtë moment fillon dhe jepet impaktin. Natyrisht kjo ka kosto ekonomike. Si do zgjidhet pjesa e makinave, e strukturës ekzistuese të makinave që janë në treg, natyrisht dhe këtu mund të përdoren dhe mekanizma stimulues. Por natyrisht janë dhe kriteret tjera. Aktualisht është vendosur kriteri për shembull i kontrollit teknik dhe shkarkimeve që bëjnë makinat në pikat e kontrollit teknik. Që ta themi në shqip, nuk e marrin dot kolaudimin nëse janë kaq vjetra. Pra makinat nuk vlerësoheshin për nivelin e shkarkimeve, sipas nivelit normave të lejuara. Po. Tani është vendosur ky kriter dhe asnjë makinë, pavarësisht nga mosha që mund të ketë, se mosha mund të ishte edhe kriter jo shumë i saktë teknik. Tani ajo që shkarkon mbi normat e lejuara nuk do. Kështu që edhe ky është një kontribut plus. Patjetër, por kjo prodhon një problem tjetër më të madh. Se ato makina kthehen në varreza, pastaj nuk do dalin dot më. Ka është menduar ku do shkojnë ato? Natyrisht është sistemi pasaj që i grumullon, i riciklon. Kanë frikë se do mbushin arat e pa mbjella edhe urumi. Jo, ka sistem të menaxhimit dhe të mbetjeve nga. Problemi është se si do të kompensohen. Pra, ato që u theksuan fillim, dhe i tha dhe Gjergj dhe Xhemali, pra, i krijimit alternative dhe nxitjes e transportit publik. Ne kemi shumë rezerva në përmirësimin e sistemit transportit publik. Sepse aty ndihet dhe vetë dora drejt për drejt e shtetit, më thënë, për të vendosur jo vetëm kushte, por edhe për të investuar në është për llogaritur që kosto e përmbushjes së këtij objektivi për Shqipërinë është 67 milionë euro. E ndarë në gjithë periudhët dhe e ndarë dhe për çdo sektori. Shumica atyre natyrisht nuk është se do përballohet nga taksa paguese shqiptar, por shumica atyre mund të përballohen nga investitorët, vendosa tuaj, nga biznesi. Natyrisht shumë për ty gjithmonë nëse i kemi këta investitorë. Shumica atyre do përfitojnë nga mekanizma stimuluesi që do përdoren këtë aspekt për të përmirësuar teknologjitë. Mirë, Xhemal, kur do ta kemi në një stacion të ngjashëm metrosh? Ky është i Amsterdamit që më ka impresionuar shumë kur e kam pa nga afër. Ishte pa besur, nuk e di, me mira bicikletat lëna në stacion, një qytet me bicikleta të parkuara. Po, statistikat tregojnë që këtu 60% e popullsisë përdor bicikleta, në Shqipëri është gati 1%. Okej, nuk do ta kemi domethënë. Mora përgjigjen. Jo, gjithmonë ka të bëjë me politikat e stimulimit domethënë nëse ti krijon korsitë e bicikletave, çunim merret me këtë punë dhe ka bërë një fushat gati 1 vjeçare shumë fuqishme për Tiranën që të hapen korsitë e bicikletave. Sepse çdo njeri ka interes ta përdorë bicikletën, jo thjesht hobi. Por është me shumë interes që ti të lëvizësh edhe më shpejt, edhe në mënyrë sportive, edhe bën punën shumë më mirë. Çiko, ka dhe një promovim të paktën jashtë, nuk e di në Shqipëri, Beni mund ndihmoj në këtë. Pse nuk i kemi, nuk i motivojmë, nuk i nxisim çik më shumë me tilla modele. Është edhe për të mbajtur trupin në formë. Shumica e Britanive pak nga eksperjenca e Londrës, iknin në punë me bicikletë 1 orë në vajtje dhe 1 orë në kthim, se nuk kishin kohë gjatë ditës, se shkonin bënin fiskulturë dhe e përdornin këta, ama kishin kushte, shkonin në punë, bënin dushin, përgatiteshin, bëheshin gati, vishin kostumin, e mbajnë me vete. Domethënë, është gjithë shoqëria është e përgatitur me këtë zinxhir funksional
paktën. Kemi ne këto mundësi këtu, ka vende pune që të nxisin ta bësh këtë? Natyrisht që ka, problemi është që në qoftë se nuk ka fare. Absolutisht. Vende pune që ta japin këtë infrastrukturë, që ti ke mundësi të shkon, vjen me biçikletë në punë, pastaj bën dushin edhe je gati të fillosh punën zyrtarisht. Jo, e keq kuptova. Në këtë aspekt nuk besoj se ka. Natyrisht nuk ka. Problemi është që unë kam qenë në Kopenhagen në takimin e para 2 viteve dhe në sallën ku bëhesh takimi tër ministrave, ministria e mjedisit aty binte me biçikletë dhe ishte një 12 kilometra larg. 12 kilometra binte me biçikletë. 12 kilometra dhe ishte edhe në kod dimri me borë. Në qoftë se një ministër vërtet lëviz, atëherë lëviz edhe korsia. Lëviz edhe politika dhe në këtë mënyrë natyrisht që bëhen ato, se s'janë gjëra të jashtëzakonshme për të bërë një korsi të sigurt dhe unë po ta kem korsinë e sigurt, unë e përdor biçikletën. Unë e përdor dhe në këtë korsi të pasigurte. Problemi është që tërë qytetarët janë të sigurt. Dhe biçikleta është një nga mënyrat më ekonomike, shpikja më e madhe me 2 rrota që arrin që zgjidh problemin e parkingut, problemin e energjisë, problemin e shëndetit tënd, problemin e kohës dhe problemin e ajrit edhe të çdo-dyshit. Domethënë boll që të krijon struktura. Po unë desha të përmend një problem tjetër. Se si mund të zhvillohet një shoqëri, sepse problemi i ndryshimit klimatik nuk është një problem i shtetit. Se shpesh na njëri kërkojmë gjithmonë llogari i shtetit, që pse s'bën këtë, duhet bësh këtë në lidhje me natyrisht shteti ka ato strategji, ato politika të caktuara. Por problemi i ndryshimit klimatik është një problem i tërë shoqërisë. Dhe kur themi i tërë shoqërisë, domethënë nëse shoqëria ndërgjegjësohet dhe e kupton se çfarë rreziku mund të ketë për shembull, dhe çfarë përmirësimi mund të ketë, dhe çfarë pasojash edhe privilegjesh arrin ai me ca zhvillime, atëherë tërë shoqëria bën revolucione shumë më të mëdha në këtë drejtim. E vërtet, por shoqëria ka nevojë ta marrësh pak përdore ta çosh në një vizion që ti ke, ose ata që na drejtojnë. Pikërisht, dhe këtu hyn informim, ndërgjegjësimi, hyn modelet që ofrohen, hyn stimulimi i modeleve që fillimisht e bën me një investim, me një donor, me një... Ja ku jemi, ishim në Amsterdam, ja duket që jemi në Tiranë. Dallimi, direkt. Beni dhe pastaj të abdrej, se ka kërkuar që më herët. Në momentin ku jetojmë, jo vetëm media jonë, po dhe media ndërkombëtare, në një farë mënyrë, është shumë indiferente ndaj ndryshimeve klimatike, përveç se të themi vendeve të Europës perëndimore që kanë një lloj dhe të Amerikës Veriore që kanë një lloj qasje tjetër ndaj mjedisit. Çfarë duhet të them? Në media po e bëjmë diskutim sot, kuptimin që gjithë janë të pandjeshëm. Patjetër, po duhet t'ju them që kolegët tanë në masë sot bëjnë kërkime, qoftë dhe me animime vizive, për të përcaktuar se si do jetë bota dhe shikojnë më shumë drejt aspekteve të kataklizmës dhe të mungojnë për shembull animime të reale që si Shqipëria ose si vendet që janë të rrezikuara nga ndryshimet klimatike të bëjnë animime të cilat janë të prekshme për të themi nga arsimi fillor dhe me radhë për t'i ndërgjegjësuar. Çdo thotë, për shembull, unë shikoj në Shqipëri dhe edukimi biçikletës filloi si mod përveç njerëzve të rrallë. Domethënë Xhamali ka qenë nga njerëzit e rrallë që përdorte biçikletën për disa kohë, sepse të gjithë njerëzit kishin mani që të merrnin makinat. Po. Dhe në kohën tonë ndërgjegjësimi fillon, domethënë jo thjesht nga media, po dhe nëpërmjet pjesëve të ndryshme të shoqërisë. Ndoshta arti duhet të luante rol që nuk është i angazhuar fare për mjedisin, vetëm në role sporadike. Dhe shteti këtu, prapë nuk jam me ju, shteti duhet të luante një rol. Jo, nuk po them që nuk duhet luaj. Jo, duhet të luante një rol për sa i përket edukimit, stimulimit të edukimit. Jo, jam shumë dakord që në tekstet që në shkollë madje duhet të kenë të sensibilizuar që të vegjël. Sepse edukimi mjedisor shikohet si gjë shumë, akoma si gjë shumë luksi, ndërkohë që është gati baras me higjienën. Unë shikoj që gjithmonë njerëzit janë pak apatik vetëm në momentet kur ndodh përmbytja dhe kështu, atëherë fillojnë debatet, atëherë fillon një lloj ndërgjegjësimi, por që harrohet më njëherë sapo ndryshon koha ose gjërat e tjera. Nuk doja të vijoja me modelet e mira, se modelet e mira shpesh i gjejmë edhe rrotull nesh. Për shembull, sot në Tiranë që po flasim në disa
zona rreth bllokut apo përpara bashkisë janë vendosur disa hekura për parkimin e bicikletave, gjë që është risi për qytetin tonë. Dikush që ka bicikletën mund ta përdori këtë lloj momenti. Pra ndryshimi fillon nga pak. Gjithashtu do doja, sekundërse theti që pak më përpara kryeministri të mund të vinte me bicikletë ndoshta në punë. Po, ndoshta kjo i takon një të ardhmeje. Unë do të kisha shpresuar që kryeministri jonë të inauguronte joni ministër dikush tjetër një qendër që shkarkon zero dioksid karboni, që do thotë është e gjitha me energji të rinovueshme. Pra që ndriçohet me panele diellore, që ngrohet me energji gjeotermike, që mund ta kishim model për shkollat. Ti çonim atje shkollat për ta parë. Dhe kjo nuk është utopi, nuk është futurizëm, në shumë nga vendet përreth nesh kanë qendra të tilla, lehtësisht mund ta përkratë këtë ide një biznes. Se biznesi mund të jetë edhe promotori kësaj ideje, nuk është shumë e shtrenjtë. Pra, unë do doja që në kuadër të social responsibility, thua, që tjetë bëj dhe të tilla po pse jo, kundrejt një mbështetje stimuli financiar, kundrejt qoftë edhe një granti, ne mund të kthenim kështu një godin universiteti. Ne mund të kthenim kështu një qendër biznesi, një qendër konferencash. Dhe atje me shumë dëshirë ne mund ta përdornim. Unë vetë punoj në një qendër të tillë që në zyrat e saj në Hungari ka këtë lloj organizimi me dioksid karbonit zero për gjatë vitit. Pra e quaj të mundshme edhe për realitetin shqiptar që shpeshherë quhet i egër për mjedisin, modelet e mira do të mund të sillnin më afër edukimit mjedisor që bëhet sot në klasat e 6 dhe 7 në për shkolla në Shqipëri, më afër gjërave konkrete. Pra mos të mbetemi në pjesën e predikimit për mjedisin, po ta shohim atë në realitetin e përditshëm çfarë mund të bëjë një fëmijë, që ndryshimet klimatike mund të duken një sfidë globale e pakapshme për ne të rriturit jo më për një fëmijë të vogël në atë moshë. Kam shkëputin e fundit publicitar, rikthehemi në pjesën e mbetur të debatit për ndoshta problemet më kryesore në Tiranë, për nivelin e ndotjes, por ndoshta edhe Elbasani dhe çfarë do bëhet me këto makinat e vjetra, do doja ta diskutonim me panelin. Pas pak. Jemi rikthyer për të folur konkretisht për Tiranën, ndotja në kryeqytet, që është më e larta në gjithë Shqipërinë, Xhemal, apo jo? Ndotja nga transporti, natyrisht, ndotja e ajrit është në tregus të tillë që disa elemente të ndotjes i kalojnë normat e Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Dhe kjo natyrisht vjen si rezultat i këtij lloji zhvillimi të madh të transportit, i cili ka qenë i pa futur në një strategji të mirë, njëkohësisht edhe i pa kontrolluar në këtë lloj zhvillimi urban që pati Tirana. Por problemi është që ne shohim të ardhmen edhe më të vështirë, sepse treguesit janë që Tirana ka gati një makinë për 5 veta, diçka e tillë. Dhe kjo vjen duke u shtuar. Do vi koha që njerëzit do shkojnë në punë në pikat e largta dhe do kërkojnë makinë dhe standardi do shtohet me makina. Ndërkohë që një plan urban i një zhvillimi të mirë të transportit në Tiranë ende është shumë më mbrapa se sa zhvillimi real i putjes të transportit me makina. Kështu që ky lloj zhvillimi, ndotja e Tiranës është një problem që kthehet direkt në vdekje. Diskutohen për 500 veta me kancer në vit. Dhe ka vërtet lidhje të drejtë për drejtë kjo? Është e provuar shkencërisht? Natyrisht, është provuar plotësisht, sidomos për sëmundjet e rrugës primarjes, është provuar plotësisht që disa ndotësa shumë të kancerozë vinë pikërisht nga ndotja e makinave. Dhe kohët e fundit, vitet e fundit është shtuar një nga ndotësit në ajër që është benzeni. Dhe benzeni njihet si një nga më agresivat për shëndetin e njeriut. Gjergj, kështë diçka për Tiranën dhe për Po ndotjen? qesh sepse dua që të më dëgjojnë telespektatorët duke u thënë një fjalë që e ka marrë vesh shumë vonë kur u nda nga jeta vjeri im, i cili ishte smur me kancer në mushkëri. Dhe dua të them që dëgjova një doktor duke folur për këtë dhe tha, mushkëria është i vetmi organizmi i trupit që nuk ka nerva, pra nuk dhemb. Dhe kuptoni që ne tërë këta ajër që thithim
e thithim në një organizëm që nuk ndjen. Ne ndjejmë dhimbjen e kokës kur marrim më pak oksigjen ose kur jemi të mbyllur në një zyrë, por në përgjithësi ndotjen ne nuk e kuptojmë. Dhe për këtë arsye duhet një ndërgjegjësim i madh në popullatën tonë për qëndrimet e mëdha të makinave, makina të stërmëdha, njerëz që përdorin makina shumë të mëdha, luksi, që s'kan të bëjnë, shumica e makinave shikon me nga një person brenda, pra janë ineficiente nga kjo pikpamje. Mund të gjesh familje të tëra që nuk paguajnë energjinë elektrike, por aty jashtë kanë një Benz 6 mish për të bërë furore para lagjes e kështu me radhë. Pra ka çështje të mendjes njerëzore që duhet ta kuptojnë. Vetë tiranësit që banojnë në Tiranë duhet kuptojnë drejt dhe mirë se ky mjedis duhet mbrojtur dhe mbrohet në radhë të parë nga makina dhe në radhë të dytë nga konsumi. Edhe nga politikat që bën për makinat. Për shembull, ka në Shtetet Bashkuara të Amerikës, gjithashtu më bëri shumë kuriozitet, mbase ju e dini, që lejohesh nga policia të kalosh në korsinë e shpejtësisë, që zakonisht i rezervohet ambulancave apo emergjencave, nëse jeni 3 veta në makinë dhe më shumë. Pra kjo është mënyra se si ata nxisin që jo secili të marrë makinë me vete, por të bashkohet familja apo 2-3 miq që ta bëjnë udhëtimet, kemi parasysh Shtetet Bashkuara të Amerikës që kanë distanca të largëta dhe ishte një mënyrë. Po të ishte 2 veta, nuk mund futesh në atë korsi. Po të ishte 3 veta e më shumë, futesh në atë korsi. Dhe këto janë mënyra dhe metoda për të nxitur që të mos lëvizë secili me makinë vet, në fund. Absolutisht. Dhe e fundit doja të thosha unë për këtë gjë është që taksa e karbonit të ketë kuptimin e taksës së karbonit. Pra të shkojë për antikarbonin. Unë absolutisht nuk kam informacion, do shta jam i gabuar, po ku shkon taksa e karbonit sot? Shkon në buxhetin e shtetit? A shkon për mjedisin? Taksa e naftës është tamam, sepse ajo ndot ajrin, edhe i bie në vit gati. A shkon për pasu ajrin, kjo është problemi. 26 milion euro në vit është taksa e naftës. Që mblidhet nga taksa e naftës. Dhe ku shkon? Në fakt natyrisht ka edhe ne si Ministri Mjedisi e bëjmë të pyetje, por fakti është ky që buxheti i shtetit shurik të gjithë taksat derdhen në një llogari, në një buxhet. Dhe pastaj në planifikimin e përdorimit të këtij buxheti natyrisht që ka dhe investime që bën jo vetëm Ministria e Mjedisit, por dhe ministri tjera që kanë impakt të drejtë për drejtë në përmirësimin e mjedisit. Kështu për shembull investimet në rrugë, natyrisht që kanë impakt të drejtë për drejtë. Investimet në sektorin e pyjeve, për pyllëzimet, natyrisht kanë impakt të drejtë për drejtë në këtë. Megjithatë, nuk është se ekziston një sistem i sotëm që të verifikojë saktësisht sa është akumuluar nga taksa e karbonit dhe sa është përdorur për mjedisin. Merret automatikisht kam përshtypjen. Ajo merret që në momentin që shihet, po. Por nuk ka një, domethënë, nuk është taks me destinacion. Siç ka disa taksa. Po janë taksa të përgjithshme, pastaj një zotë di se ç'ndodh aty. Janë pjesë e planifikimit buxhetor. Përgjegjësia, sepse janë pjesë e planifikimit buxhetor. Po kthyer tek pyetja që bën fillim lidhur me Tiranë. Tiranë, natyrisht Tirana është qyteti nëpërmjet sistemit të monitorimit që Ministria e Mjedisit aplikon për disa vitesh dhe stacionet monitorimit që janë në Tiranë, nxjerrin Tiranë si qytetin më i ndotur në Shqipëri. Dhe kjo ka shumë arsye. Para njëse është numri i madh i popullsisë, e dyta është numri i madh i mjeteve, aktualisht nga numri i mjeteve që të regjistruara dhe që qarkullojnë në Shqipëri ka rreth 300.000 mjete, dhe nga këto rreth 150.000 janë në Tiranë. Pra përgjithsisht gjysma e mjeteve, do të thonë, llogaritur këtu dhe 20, 30.000, 40.000 makina që hynë çdo ditë Tiranë, që vinë nga rrethet dhe kthehen për arsye të ndryshme, numri është i makinave shumë i lartë. Megjithatë, lidhur me ndryshimet klimatike, përveç dioksidit të karbonit ka impakt në ndryshimet klimatike, ndërsa ndotja tjetër e ajrit që vjen nëpërmjet plurit, për shembull PM10, PM2, ose lënda suspende grimcuar, që janë element të verifikuar, të monitoruar çdo vit nëpërmjet sistemit që janë mbi nivelet e lejuara, qoftë nivelin kombëtar, qoftë dhe në ato ndërkombëtar, shkaktojnë padyshim dhe probleme të tjera në shëndetin e njerëzit, që padyshim politikat që do ndiqen në reduktimin e emetimit të gazeve serë në sektorin e transportit, padyshim do të japë impakt të drejtë për drejtë edhe përmirësimin e cilësisë së ajrit, pavarësisht se nuk është i lidhur me ndryshimet klimatike. Për shembull, është evidentuar që ishte problematik, megjithëse ka një rënje, prania e plurit, PM10 dhe PM2, që ka ndikim shumë të theksuar negativ në shëndetin e njerëzve, sidomos PM2. Dhe kjo vinte sepse nuk ishte rregull në kontrollin e kantiereve të ndërtimit,
mjetet gjatë transportimit të tyre nuk bënin ato detyrimi për të mbuluar materialin inerte që transportonin, për mos e derdhën në përdo, edhe pasaj mos larja e rrugëve, mos pastrimi i rrugëve, jeshin shumë e natyrisht, këto janë disa masa që janë marrë, por natyrisht që ka nevojë dhe të përmirësohen. Po gjithsesi janë masa që mund të kontrollohen. Vizita e Papës për shembull tregoi që më njëherë niveli ndotjes në qendër ra 3 herë. Ditën që u bllokuan makinat. Ditën që u bllokuan makinat. Dhe në fakt ka iniciativë Bashkia e Tiranës të mirë që po kthehet në traditë gati çdo muaj. Natyrisht dhe politika që lidhen me parkimet, me trafikun, me ato kanë dhe këto rëndësinë e tyre që japin një kontribut dhe do të japin patjetër një kontribut në përmirësimin e situatës. Beni? Unë doja të shtroja një problem që më duket disi akut që ndoshta Ministria e Mjedisit duhet bënte diçka me një lloj memorandumi me Bashkinë e Qytetit. Ministria e Mjedisit, po dhe Instituti i Shëndetit Publik, unë e di që ka stacione në vende kryesore të Tiranës. Në disa rrugë niveli ndotjes është i frikshëm. Kam dëgjuar, sidomos ke 21-shit tek spitalet dhe me radhë. Dhe çfarë ndodh? Sensibilizohet Tirana vetëm një ditë nga një shkrim i medias dhe njerëzit janë krejt indiferent dhe vazhdojnë kështu. Dhe çfarë më bën çudi? Për shembull, tek spitalet, që duhet të presupozohesh që të ishte një vend me nivel ndotje në kuota shumë normale, atje është një kaotizëm i papar. Dhe kjo gjendje vazhdon, domethënë, pa fund. Unë nuk e kuptoj për shembull se si deri më sot nuk gjendet një gjuhë e përbashkët ndërmjet institucioneve, ministrisë dhe bashkisë në këtë rast, për ta zvogluar të paktën dhe indirekt këtë, dhe për gjetur politika më sensibilizuese dhe të themi më shtrënguese për qytetaren, sepse është e pamenduar që në çdo orë të ditës dalin gati fëmijë me makina të cilët argjojnë, që ndosin dhe janë të pafriksuar, pas një rregull, pas gjë, domethënë. Këto janë gjëra të cilët të ushtrohet një lloj presioni pozitiv mbi ta. Duhet të ushtrohet një lloj presioni pozitiv. Të shtohen taksat ndoshta për të lëvizur një zonë caktuar? Për shembull, ju e dini shumë mirë që në metropolet e mëdha ka filluar prej kohësh aplikimi targave, të themi alternative. Por ndërkohë mund të fillojë një lloj sensibilizimi tek familjet që nuk mund ta marrin makinën për shembull në mes të ditës në zonat të themi, në zonat të kursyera të Tiranës ta marri kushdo, se të bëj shëtitje kushdo. Ka vetëm një problem kjo, Ben, që është vërtet ndodh kjo në metropolet e mëdha, po kanë transport publik. Kanë autobuse, kanë metro. Këtu si do e zgjidhesh? Duhet ju kujtoj që transporti publik, sidomos në zonën e spitalit, është rregulluar shumë. Është një nga zonat që ka shërbimin publik më të mirë. Okej. Pra është një alternativë transporti publik. Është një lloj alternative. Është një lloj alternative dhe nuk është alternative e keqe. Po shqetësimi im që ju thosha ishte që njerëzit janë krejt indiferent dhe kur tregojnë kuotat e larta të ndotjes në disa rrugë të Tiranës dhe pastaj dhe pasojat. Nuk është se duan t'ia dinë shumë. Tani që njerëzit jenë më pak indiferent, kam përshtypjen duhet i prekësh tek xhepi, siç në fakt dhe reformat e fundit të qeverisë duket se po japin efekt për shkak të hyrjes deri tek xhepat e tyre. Mund të rriten taksat? Çfarë mënyre duhet përdorur për t'i sensibilizuar dhe për t'i detyruar në një farë mënyrë? Po ka për shembull lëvizje të kufizuara në disa vende. Ka për shembull taksa të diferencuara për mjedisin në disa vende. E tjera pastaj që një njësi bashkiake i di shumë mirë se ka shumë mënyra se si mund të. Po bashkëpunimi institucioneve për mendimin tim nuk duhet të jetë në letër. Dhe ne nuk duhet të argjojmë më letër, sepse dhe letra vetë është ndotje mjedisit. Është jo ekologjike. Nuk është ekologjike, e kupton. Shumë qytetet e Evropës përdorin edhe taksën e hyrjes. Për shembull, unë jam në Tiranë dhe s'ka pse të vuaj edhe tymin që sjell makina që vjen nga rrethet. Edhe ai paguan një taksë në hyrje dhe quhet taksë e hyrjes. Vetëm kjo në Londër arriti të zhvillojë gati 40% transportin urban. Vetëm kjo taksë edhe njerëzit linin makinën në hyrje të qytetit. Po kjo taksë në zonës parë në Londër që është dyfishi i çmimit vetëm për të hyrë. Në të që shkon deri 140 pound që i ktheu makina që nuk hynin më pas. Shumë mirë në bulevardin tonë dhe zonë zonat problematike. Kam përshtypjen ka një iniciativë nga bashkia, do të shohim çfarë do të ndodh me të. Kishte një ndërhyrje kur po flisë Beni? Po, kisha një ndërhyrje të vogël për shembull që ne bëjmë kontrollin e makinës çdo vit.
dhe aty nuk shënohet fare kilometrazhi. Nëse do taksoheshim mbi bazën e kilometrazhit që bënim gjatë një viti, kjo do të ishte shumë e mirë. Sa më pak kilometra të kishim përdorur, aq më taks të ulët të marrim. Do paguaje. Në rast të kundur, kur ti ke bërë në vit të paktën 20-30.000 kilometra, atëherë kjo tregon se lëvizja jote është e parësyshme dhe duhet. Dhe dëmi që mund të kesh shkaktuar dhe impakti ka qenë më i lartë, ndaj dhe mund të paguash më shumë. Mirë, jo, është e bukur për të bërë, shpresoj të bëhet në një ditë të kthehen në strategji që janë të zbatueshme. Meqense ke edhe qendrën rajonale të mjedisit që e drejton. Si është Tirana në raport me kryeqytetet e Bellguton, me Prishtinën, me Shkupin, me Podgoricën, me Beogradin? Në një media tjetër, para disa ditësh duke folur prapë për ndryshimet klimatike, ju referua smogut në Pekin që ka ndodhur këto kohë dhe ishte ndër më të lartët e kapur, dhe unë do doja që të kisha më shumë referenca pozitive nga më afër rajonit ku ne jemi dhe jo më në Kinë, se vende pozitive ne I kemi më afër. Shqipëria sigurisht ndodhet në këtë rajon ku jemi, Ballkani, dhe kemi raste të mira, jo vetëm në Ballkan, po do të thoja në Evropën Veriore për shembull, kemi qytete ekologjike të tëra. Sigurisht ai përbën një shembull edhe për Tiranën. Se ndoshta afër në Ballkan mund të kemi problematika të ngjashme në disa raste për mbetjet, në disa raste për qytetet jo shumë të gjelbërta, në raste të tjera për shembull kemi qytete që janë shumë të ngarkuara për trafikun. E rëndësishme është që të shohim ato modele që aplikohen në Shqipëri. Për shembull, unë do të qëndroja në një domosdoshmëri që Tirana e ka, disi akute, çështjen e mbetjeve. Sësia mbetjeve që gjenerohet në Tiranë dhe që kontribuon gjithashtu mbi ndryshimet klimatike është shumë e madhe. Dhe gjë që duhet urgjentisht të ndodhi është të marrim më shumë masa për riciklimin. Eksakt, të flasim për grumbullimin apo dhe për azjesimin e tyre? Të flasim së pari për mos prodhimin e tyre, që më pas të na çojë drejt një zgjidhje më të lehtë. Sepse riciklimi është një zgjidhje e detyruar, po jo më e mira e mundshme. Pra kur neve hedhim qesën në plera në koshin e plerave dhe dikush I vë zjarin, prodhohen prej atyre plerave dioksina që mund më pas na çojnë probleme shëndetësore, apo dhe nëse nuk digjen, shkojnë në një landfill që ai sharës ka arritur kapacitetet gati maksimale dhe për pak kohë nuk do dim se ku t'i çojmë më. Pra nëse krahasojmë Tiranën me qytetet e tjera, qoftë të rajonit apo tjetër, rruga për ta bërë një qytet ekologjik është disi e gjatë. Jo e pamundur, mundësit janë, po është disi e gjatë. S'ma krahasove Tiranën aktualisht me vendet tjera të rajonit? Me kryeqytetet tjera? Po pak e vështirë për ta thënë, se nëse krahasojmë... Me shifrat, me matjet që bëni ju, ku jemi me ndotjen? Ndotja e ajrit është relativisht e gjatë për plurat. Ndotja kimike e ajrit nuk është aq e lartë se në Evropën qendrore. Ndotja kimike e ajrit. Po sepse kemi industrinë, është e thjeshtë, nuk është se prodhojmë në një gjë të vendet dhe... Jo, ndotja nga makinat do t'ishte më shumë më rëndësishme për ndotjen në qytet. Sigurisht jemi më keq për transportin publik, për mënyrën eficiente të përdorimit të transportit publik. Hapësirat e gjelbërta kanë pasur një rënje, ne do të kemi Tirana është një qytet relativisht I gjelbërt, po ta krahasojmë për shembull me Romën. Në posasia e gjelbëruar për frym nuk matet me numrin e pemëve, po mratet me distancën që unë mund të aksesoj. Nëse unë aksesoj brenda 15 minutash një kopësht, një park, një zonë të gjelbërt, atëherë unë quhet që kam një sipërfaqe të gjelbërt në qytet. Pra ka elemente që ne duhet I përmirësojmë. Që duhet jemi më mirë, sigurisht. Meqense ma kujtove pak riciklimin e mbetjeve. Ka prodhohet energji nga riciklimi, gjithashtu, energji e rinovueshme madje. Ka ndonjë iniciativë konkrete? Ka pasur e di ministria. Ka për shembull se dini gjë që po? Jo, në çështje konkrete është ka dhe incineratori që po ndërtohet në Elbasan. Është një investim I cili është në proces të ndërtimit dhe mundimit të I cili do të përpunojë mbetjet e qarkut të Elbasanit. Vetëm të Elbasan. Për vitin tjetër ka një planifikim në buxhetin e Ministrisë së Mjedisit që parashikohet ndërtimi dhe një incineratori tjetër në Fier. Për të mbuluar, qarku I Fierit vjen pas Tiranës dhe Durrësit, është qarku I Fierit që gjeneron sasi më të madhe të mbetjeve. Kështu që me këto ka dhe një projekt tjetër për menaxhimin e mbetjeve spitalore. Dihet që mbetjet spitalore kanë problematikën e tyre në aspektin shëndetësor dhe mjedisor, po edhe në aspektin e ndryshimeve klimatike dhe ato duke u djegur në vende pa autorizuara natyrisht gjenerojnë gaze me efekt serë. Këto janë të projektet e mëdha për vitin tjetër. Natyrisht betet ajo që tha
Mjera që më përpara, Tirana, si qendra më e madhe urbane, që gjeneron dhe sasi më të madhe të mbetjeve, duhet të mendoj dhe të planifikoj natyrisht dhe në Ministria e Mjedisit dhe Ministria që mbulon çështjet e zhvillimit urban, duhet të mendojnë me zgjidhje dhe pastaj natyrisht do kemi një situatë krejt tjetër në kuptimin e menaxhimit të mbetjeve urbane. Dhe vizionet që kemi për to. Kemi diçka për të thënë për Për mbetjet, unë mund të them që djegja e mbetjeve nuk ka qëllim prodhimin e energjisë. Energjia që del nga djegja e mbetjeve nuk është se ka ndonjë impakt madh. Është pak si sasi. Objekti i kësaj sasia është shumë e vogël. Modeste as mund të konsiderohet, po megjithatë, teknologjia që përdoret nëpërmjet incinerimit të mbetjeve dhe prodhimi i energjisë që është një produkt që ka një vlerë. Por megjithatë, teknika eliminon djegjen në kushte natyrore dhe teknologjia sotme siguron që emitimi i gazeve nëpërmjet djegjes, nëpërmjet incenerimit është pothuajse zero dhe në teknologjinë që ekzistojnë sot. Pas Tiranës, po. Më falni, këtë mes, ne kemi qenë kundra këtij lloji investimi sepse ka pasur shumë konflikte brenda këtij investimi. E para njerë është vënë një incinerator djegës, mbetjesh në Elbasan, i cili plotson kushtet për cilësinë e plerave, cilësinë, domethënë në kuptimin aftësinë energjetike të këtyre, edhe sasinë. Dhe gjithë ky investim është një investim që ka aq shumë pikpyetje, aq më tepër që edhe gazra do nxjerrë ai, se s'ka djegje mos të nxjerrë tymra, dhe i vihet Elbasanit, i cili si plotson fare këto kushte dhe përkundrazi ka dhe gazet e metalurgjikut të tjera, kështu që ky lloj investimi është bërë në një mënyrë pak si ilegale dhe pa u diskutuar fare me shoqërinë civile bile, as me publikun aty, dhe është bërë në një mënyrë vërtet të çuditshme se si mund të investosh ti një incinerator i cili nga ana e rendimendit nuk jep fare energji, nga ana e buxhetit e paguan shteti kredin që merr e të tjera. Nuk është investim privat, mendova që ishte investim privat. Natyrisht që është investim privat, po që shteti e mbështet. Dhe paguajmë ne për të fituar ai privati dhe që do bëj një zgjidhje që nuk është teknologjia më e mirë. Kemi përgjigje për këtë? Tani, si çdo iniciativë re që merret dhe kjo mund të për momentin edhe të interpretohet, por dihet që teknologjia e menaxhimit të mbetjeve, gjenerimit nëpërmjet inceneratorit është teknologjia më e mirë në të gjitha vendet që zhvillohen sot. Dhe vendet zhvilluara europiane aplikojnë këtë teknologji të menaxhimit të mbetjeve dhe të incinerimit tyre dhe prodhimit të energjisë. Kështu që si teknologji nuk është se ne po e krijojmë vetë, po është një teknologji e importuar në këtë aspekt. Natyrisht, ai është përshtatur me kushtet që ka Elbasani. Pra, kapaciteti i këtij incineratori është bazuar mbi sasitë e mbetjeve që gjenerohen në rastin e Elbasanit. Megjithatë, në projekt propozimi që ka paraqitur kompania është diskutuar dhe janë marrë dhe alternativa të tjera nëse gjatë zbatimit të tij. Dhe Tirana është një ndër burimet kryesore të furnizimit me mbetje për këtë incinerator, sepse distanca e transportit në këtë rast e bën ekonomike që mbetjet që gjenerohen në Tiranë mund të shkojnë dhe të incinerohen në Elbasan. Megjithatë, teknologjia dhe kapaciteti është i llogaritur mbi bazën e asaj që është. Jam në mbyllje dhe ndoshta në minutën e fundit për ta shfrytzuar megjithë po e nis me Benin. Ata që na ndoqën sot, me çfarë shije duhet ta lënë? Çfarë do i themi një porosi të fundit ta kenë parasysh për kontributin e tyre në ngrohjen globale, po edhe në ndotjen e ambientit? Çdo kush duhet të kontribuojë për ndryshimet, për ato që na presin nga ndryshimet klimatike sipas mënyrës të tij. Shpresoj që ta lexoj mirë mesazhin. Mirë. Shpresoj ta kenë kuptuar mbi të gjitha mesazhin, ta mirë për ta lexuar pastaj. Njallaj? Mua më vjen mirë edhe nga kontributi juaj në këtë drejtim, sepse ata që na dëgjojnë jo vetëm duhet të marrin përsipër kontributin e tyre, po duhet të kontribojnë ndoshta më shumë edhe përmes presionit, kërkesës për politika më të mira, modele më të mira për ndryshimet klimatike. Në disa raste ata mund të kontribojnë vetë, por në shumë raste mund të jetë një nisëm më e gjerë e institucioneve shtetërore që mund ta bëjë Shqipërinë të jetë në avangardën e vendeve që ndërmarrin nisma për mbrojtjen e klimës. Mirë, na duhen këto mesazhe pozitive me që është fillim viti. Zotja Beshi? Po, natyrisht ky është tani jemi para këtij fakti, pra që kemi marrë një angazhim të madh, por ky angazhim natyrisht nuk mund të realizohet vetëm, jo vetëm si institucione publike, si ministri, por natyrisht kërkohet në këtë rrugë e cila është e pashmangshme të angazhohen të gjithë
pavarësisht nga pozicioni, nga të gjithë kanë mundësi të japin një kontribut dhe natyrisht shoqëria civile, vetë komunitetet janë të parët që jo vetëm që më japin kontribut, po dhe të luajnë atë rolin e oponentit në të gjitha iniciativat që do të merren tani e mëtarmen në përmbushje të këtyre objektivave. Domethënë Xhemal nuk duhet rrini kaq urtë, është ideja, si shoqëri civile. Natyrisht, unë desha të theksoj që publiku duhet të jetë mirë informuar për faktin që takimin në Paris ishte fillimi dhe ndryshimet klimatike kanë filluar prej kohësh. Ideja është që të frenohen, që mos të kalojnë ato për masa katastrofike që mund të sjellin në të ardhmen, dhe kjo është shumë pozitive, por pasojat e ndryshimit klimatik kanë filluar dhe do vazhdojnë edhe për 10 vjet, kështu që informimi, ndërgjegjësimi dhe pjesëmarrja e publikut në përballjen e këtyre pasojave, njëkohësisht edhe në përmirësimin e ndryshimeve klimatike, do vazhdoj vazhdimisht edhe për shumë vite. Mesazhi im do të ishte ky, që Parisi solli një mesazh të fuqishëm, dhe mesazhi i fuqishëm ishte gjithëpërfshirja. Askush nuk u la jashtë kësaj marrëveshje. Në raport me Shqipërinë ne ishim shumë të vegjël përballë kësaj marrëveshje stërmadhe. Por mesazhi që dha Shqipëria është se kushdo mund të kontribuojë. Në jetën tonë të përditshme ne mund të kontribuojmë çdo ditë duke mbyllur dritat, duke qëndruar më pak në dush, duke reguluar termostatin e kondicionerit, duke jetuar dhe duke bërë eficiente shtëpinë tonë, duke blerë shtëpia që janë aq sa nevojat tona dhe jo nga 2-3 dhe nga sipërfaqe që nuk do të arrijmë të ngrojmë dhe të mbajmë komfortin tonë. Dhe mundësisht këtë ta çojmë kudo ku jemi. Për shembull në Ministrinë e Energjisë, nëse do kaloni nesër, dhe kjo do jepet në një datë tjetër. Taks më të lartë për shtëpinë e dytë, shtëpinë e tretë. Do shikoni që në dritaret e katit të parë, vetëm dritarja ime është e hapur plotësisht. Unë marr rrezet e diellit dhe gjatë gjithë ditës unë nuk ndes drita. Dhe do shikoni që gjithë të tjerët janë me grila, se ministrit janë me grila, ju e dini. Edhe këtë ua kam thënë të gjithëve në ministri, që siri kështu zoti Simaku. Tek Ministria e Energjisë, po. Energjisë. Imagjinoni tani ministrit e tjera. Unë aplikoj eficiencën e energjisë dhe nuk e hap dritën gjatë ditës. Edhe me gjeste të tilla të vogla, simbolike mund të jepni një kontribut, sepse ambienti ku jetojmë nuk është pronë askujt prej nesh, është përgjegjësi mbi të gjitha dhe si të tillë duhet ta shohim dhe në mënyrë të tillë duhet të sillemi. Faleminderit sonte që ju kisha këtu për këtë debat. Paksa do ta thoja si ishte debat, ka drejt Xhemali, ishte ndarje opinionesh dhe qëndrimesh dhe mendimesh, por është sensibilizues paktën për ata që do kenë mundësi që të kontribuojnë dhe të dëgjojnë mesazhet sa jemi në kohë, edhe pse problemet i kemi, fakt pavarësisht se shumë vende të tjera janë edhe më keq se ne, por kjo nuk duhet të jetë ngushëlluese, mund të jetë motivuese. Natën e mirë.